Jemi rikthyer nderuar televizionistë në pjesën e dytë të këtij emisioni. Pjesën e dytë ne e kthejmë automatikisht në vend, në adeun ton, dhe do flasim për problematikat që ne kemi këtu. Koha e verë, domethënë piku i verës e të gjitha, por votat në Shqipëri vazhdojnë të numërohen, zoti Zogaj, me një shpejtësi. Vazhdojnë të numërohen, nuk mbaron numërimi. Vazhdojnë. Ne do flasim pak për këtë. Me shpejtësi, jo, po... Me shpejtësi, jo, nga dalë, por vazhdojnë të numërohen si proces, si kohë. Vendosmëri. Vazhdojnë me vendosmëri të madhe, por nuk dalin shumë vota të as kundër, do më thënë nuk del në një problemi madh. Po të shojmë tani çfarë do bëj, ndërkohë Partia Demokratike është lëshuar me sytë nga Amerika, po dhe nga Bashkimi Evropian përgjithsisht. Nga Amerika luftohet fort, me Laçevitën ndoshta dhe këto këshilltarët e të gjithë, ndërsa nga Evropi, zakonisht Asamblea Parlamentare është Zonja Zhulali? Qytetit e Evropës, ku Vokshi ri aty, ka dhe detyra të rëndësishme ajo, zënës presidente asgjë, lexon letra dhe dokumentat shumëta, dhe shikojmë tani çfarë do ketë. Sot kishte një mbledhje dhe ne do të flasim edhe për atë. Që edhe atë videon që nxori Berisha sot. Videon e Berisha, po kujt ja çoi vetë? Ja çoi Vokshi aty, pra, në grupin parlamentar të Partisë Popullore. Berisha u çua dhe ajo. Në Bruksel ndodhin këto? Në Strasburg kjo. Strasburg, Këshilli i Evropës. Është në Këshillin e Evropës. Tani, ndërkohë Sali Berisha ka filluar të artikulojë idenë e protestave. Do ndodhin tani, më nuk besoj se do ndodhin në verë preç, se në verë popullata nuk është se rinë në qendrash. Po ndoshta i binde në për plazhe. Se del aty vërtet në plazhe të gjitha. Zonja Ilda Zhulali, drejtuese në departamentin me jashtë në Partinë Demokratike dhe antare në Këshillin Bashkiak. Të Tiranës. Mirë të kanë detyra se ndoshta mund të japin dhe më pak, se duhet të jesh njeri shumë besuar që të marrësh detyra aty. Besimi është një gjë shumë e madhe. Në opozit, po dhe këte, nga këta, po kjo nuk është në provë, lideri që kemi, në krye, nuk është në provë, se a i s'ka i meri, mëron aty, i cakton, e gjitha, por edhe opozita këtë standard ka, me kujdes me të gjitha. Por prap pas ke marrë drejtuese departament me jashtë. Kemi bërë me zgjedhje, ka vendosur vetë departamenti, kanë votuar. Zgjedhje, di unë se zgjedhjet në Shqipëri, do me thënë, në çdo sektor ku jetohet dhe punohet, zgjedhjet janë gjëja më e rëndësishme. Po këto janë pa kontestuar. Pa kontestuar. Prej Zogaj dhe Pendona Bileka vijojnë, faleminderit përsëri. Zoti Tela, faleminderit shumë. Folim Zoti Tela pak edhe për punë të Iranit dhe të Amerikës, se këtu, për shumë gjitha studiot sot këtë punë kanë. Gjithë bota? Dhe gjithë ditë natë. Dhe tani në një fshat tani këtu edhe ne flasim, përpiqemi, themi në gjepo se çfarë ne dëgjojmë vetveten, e kupton, se nuk është se na dëgjon njeri. Po, me konsistencë të madhe e bëjmë këtë, punojmë, do me thënë, kemi dhe në studion dy Aslan Dogjani, deputeti i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ore, sot Aslan, ti aty për plasje madhe, ç'a ndodhi aty? Vot gjeja jo? Po, kjo në fakt ka filluar, ka kohë, shkoj gjatë numërimit dhe po vazhdojnë edhe kasi. Ne nuk kemi përballë një procesi të deformuar, thjesht të deformuar, po përballë një skeme të mirë organizuar që u vodhën në fushat, u vodhën gjatë numërimit, po vjedhën dhe në kasë. Edhe në kasë po vjen vota thua? Po, absolutisht do të shpjegoj se... Po edhe këtë tjetën, do të thuash këtë tjetën, se vjeri edhe brenda vedit, brenda llojit. Shiko, kushdo që të vjedh, por... Se këtu, Aslan, pa vjedhur, nuk jetohet, në thënë drejtën. Shiko, ne... Dhe këtu ka dhe vjedhje të rëndësishme brenda llojit. Shiko, problemi është që kushdo që të vjedh, brenda llojit apo jashtë llojit, unë personalisht, por besoj se ka dhe si puna ime shumë të tjerë, të cilët nuk duan që votat vjedhet, nuk duhet që Shqipëria të identifikohet, që asnjëherë nuk bën një proces zgjedhor të ndershëm. Unë nuk dua që fëmijët e mi nesër apo tujt tani ti aty ja ku je, ja një minutë, se nxorën këta tanë në sfond,
Po përplasësh aty ti me Ilir Osmani, ç'a ndodhi aty tani? Ajo që ndodhi është që unë fakt kisha ditë që kisha vënë re përsa i përket mënyrës së vlerësimit të votave. Ne kemi kërkuar rinumërimin, unë jam shkaktari kryesor që kam kërkuar në rinumërimin e votave për të vendosur drejtësi, për të vlerësuar çdo votë. Dhe unë kam paraqit prova në KAS, në momentin që është vendosur rikthimi, rinumërimi i votave, prova të pakontestueshme me video, të cilët dukeshin qartë se si manipuloshin votat, po tani se sot si çfarë ishin po të bënin tjetërsuar kjo votat. ata? Ja, pikrisht për ata po them. Më shpjego se është shumë e habitshme. Po pra se është e lidhur. Po. Pra, për të vendosur drejtësinë dhe çfarë ndodh? KAS-i në vend se të fillojë dhe të rinumëroj votat dhe të shoh në këtë qendër votimi është manipuluar, është tjetërsuar, kjo votë këtu, ajo atje thjesht luajnë cirkun e radhës, po bëjnë një cirk, i teatr, me thënë se këtu kanë vjedhur gjithë dhe konkretisht çfarë ndodhi me votat e mia. Kisha ditë që më hiqishin vota dhe unë i analizoja pamjet mbas numërimit, se kam qenë vetë në numërim gjithkohon, dhe shikoja që votat që hiqishin ishin votat të vlefshme. Dhe sot e kap vëzhguesi një vot që bëj fjalë që kuadrati ishte kryqi ishte në kuadratin tim dhe vija kishte kaluar pak më sipër. Ndërkohë, shkoj dhe i them si ky rast ka shumë raste të tjera. Dhe kjo votë është e vlefshme, ka shpreh vullneti qytetari. Gjithsesi u mbyll ata e qytetën pa vlefshme. Pak minuta më vonë unë i kam edhe këtu me telefon disa vota të njëjta për Partinë Socialiste që kishte kaluar përsëri vija në kuadratin tjetër ose për disa kandidatë të Partisë Socialiste me të njëjtën skem. Dhe i them aty në komisionerëve për të cilën nuk kam asgjë me komisionerët, sepse komisionerët vërtet kur dyshojnë, kur nuk janë të sigurt për një votë do ta qenë te KAS-i. Por kur unë kontestova të njëjtat vota me të njëjtin standard, një sekondë stanse më shkruajnë njerëzit e emisionit që ky është edhe me audio, a mund ta vendosim me audio këtë? Me pa drejt me vota ti. Nuk je fare. Nuk është votë e fare. Ju bëni një vota për katër pesë çdo sekondë. Tu ka edhe stili me futë edhe vëzhgues, katër vëzhgues kanë futë. Turp keni, do t'i marrë të gjitha digët një për një, do t'i qojnë shpak, do t'i gjej çdo votë që ma këni marrë ju. Ku është shprej dhe letë tu? Për tjerë të shprej të rrëmu shprejka. Turp kërë që njërë. Turp. Dhe unë ylli kërkova, më dëgjon? Po. Unë kërkova që të mati njëti standard. Gjithsesi u vendos, sepse ka tani ty ata ta bënin ndryshe nga të tjerë, nuk jepnin të njëjtin standard. Unë kontestova në të njëjtën mënyrë, bilesh bashkë me gazetarët. Disa vota tjera që ishin thënë kandidatëve të PS-s dhe Partisë Socialiste që vija kishte kaluar nga kuadrati. Dhe i them, shko dhe kontestoje, unë e kontestoj shko, vlerësoje të KAS-i, dhe ato e vlerësonin vlefshme, u bon 1, 2, 3, disa raste. Pra, pash që KAS-i në vend që të jetë për të vendosur drejtësi, po sepse e thash do t'i qëjtë e spaku, jo se kam thënë do t'i qëjtë e spaku, i kam thënë unë, jo për t'u hakmarë, por për të mbajtë përgjithësi kushdo edhe u kam thënë sot dhe do t'i qoj, do t'i analizoj të gjitha pamjet. Shikoj ulli, unë nuk jam... Ore, qa po të bëjnë, Aslan, qëfar po të bëjnë ty këta tani? Po të vjedhin votat? Po vlerësoj dhe po, jo vetëm mu, po t'i shikosh me radhë, qëfar ka ndodhur? Po ku t'ja kalojnë votat e tua këta? Pikrisht për këtë po them do, i qynë pa vlefshme, i konsiderojnë pa vlefshme. Ja po të shikosh për shembull, kanë konsideruar në 100 vota, 200 vota, su ku janë shtuar të tjerve, Ilirit, tjetërit e me radhë, vetëm për t'i për pisë. Sa të duen për të shkuar deputet? Ylli, unë nuk e bëj për të shkuar, unë nuk hyj deputet. Jo, sa të duen më posem. Nuk ka lidhje me pyetja, nuk ka ndonjë ngarkesë. Jo, nuk ka ngarkesë. Unë nuk hyj në parlament. Sa do votat marr, unë nuk hyj sepse është Ilir Ali Mehmeti, është tjetëri, nuk ka rëndësi fare për votat. Unë e kam misionin tim personal në radhë parë që të bëj sa të mundem që të ndikoj që në zgjedhjet e ardhshme të mos vidhet vota. Unë nuk du të shkoj fare në këtë parlament me Edi Ramën, sa për DNI. Qëfar do të thush njerëzve mas 12 viteve? Shkosh të flasë kot në një kohë që vetëm sot kam qenë Komisionin e Sigurisë, dhe po ju them edhe ju si media, kanë miratuar strategjinë kombëtare dhe do ta fusin në kodin penal për dezinformimin
gjoja për ndikimin e të hujve në Shqipëri, por në fakt bëhet për medjen. Bëhet për medjen online dhe unë ua kam thënë sot, me këtë i vut fund, i vut kapakun, s'ka mo demokraci në Shqipëri. Sot në debat, po ta shikosh e ke në Komisionin Sigurisë, sepse duhet të ndalojnë. Dhe çfarë unë kam dëgjuar që nga 11, për para 11 Jo, kisha për një projekt ligj që ka kalu sot. Jo, një sekond, ja. Me të gjitha këto që unë dëgjoj çdo ditë, kuptoj që ju nuk keni asnjë fije besimin te asnjë institucion. Pra, institucionet të ngritura prej 35 vjetësh, ju hitni poshtë komplet tani. Tani si do vazhdoj kjo punë, zotërisë? Po, ta shpjegojon. Atëre këtu duhet marrë pushka, 1 minutë mu. Ja më se të themi gjëra. Kur ti thua tani, kemi një institucion që është KQZ-ja, e cila është e varur në shërbim. Pastaj problemi shkon te kasi. Del dhe ky i varur. Ku duhet shkojë valla se Donald Trumpi nuk na i pranon ne këtë. Absolutisht e vërtet është. Atëre ç'a do bërë këtu, më ndoshta do marr pushkam? Po ndoshta. Po merreni. Se ne jemi për tjetër punë. Po jo, nuk është problemi që ta marr vetëm unë. Në kuptimin Po merrem me të tjerë zotë. E gjithë kjo që po tregoni ju. Në kuptimin figurativ se jo pushkat marrin. Unë të tira me qëllim sepse edhe tani kur ajo është e hapur, është një proces i hapur me kamera me të gjitha, aty duhet që viten votat. Edhe aty tjetërsohen. Po, tjetërsohen. Tere këtu ne kemi mbaruar fare pastaj. Absolutisht ka mbaruar demokracia. Unë sot po ta them. Ta hedh të gjelet e këta unë të ftuarit. Ja një sekond. Miratimi i këtij projekt ligji sot, se nuk e dija keni ndjek, lidhe me dizinformimin, në qoftë se ju nesër do të kritikoni qeverinë në mënyrë të drejtë, për një që ju mendoni që është keq, në rastin më të parë, qeveria mund të penalizoj për dizinformim. Pra po ka vendos sot e ka kaluar në komision dhe mund të kalojë nesër në parlament dhe do të mbyllet goja opozitë. Unë kam folë, merë një fjallën time. Një nga njerëzit më korekt, Zoti Togjani, një nga njerëzit më korekt që unë e thes në studio dhe pyesi me të gjë me të gjithë, është Ali Mehmeti. Po, unë kam marrë... I cili për thënë ka marrë vota pa e sap. Po, unë ka marrë vandaqe, më falë sekund, të më dha me vota. Nuk ka lënë gjë pa marrë. Por për shkak të sistemit që ne kemi e të gjitha, a i mbetet jashtë. Mbetet jashtë në mënyrën më të pa kuptim në botë, po për mënyrën në sistemin që kemi ne. Shumë e drejtë. Por tani, numërohen edhe votat e tjetë gjithë dhe nuk del gjë, e vjetur. Tani, je për ta shpikoj për të vjedhën, se ke drejtë. Merë një futin një sistem dhe thotë, në qendrën e votimit kaq të vjedhur, kaq pastaj më vonë, sepse rinumërimi duhet përcaktoj kush i vodhi këto, në çfarë mënyrë u vodh, jo të thjesht mekanikisht ose të themi gabime, sepse gabimet kuptohen. Ne kemi një rast për Ervin Hoxhën. Jo, mund të zgjidhen vetëm në gjykatë, po kush i vodhi dhe në ç'mënyrë. Jo, e ka kasi komisioni i ankimeve. Jo, komisioni. Në qoftë se keni vretje deri këtu, kush i vodhi dhe në ç'mënyrë, ata nuk e gjejnë dot. Po që se i kanë vjedhur. Jo. Aty shkohet në gjykatë. Jo. Në qoftë se një shihje e gjykata. Po çfarë them shkreti tani se? Ta shpjegoj teknikisht nëse doni. Kjo është gjykatë, është Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve, që do të thotë, po të kapish, vetëm një qendër votimi janë tjetërsuar 43 vota i kanë kaluar Ervin Hoxhës. Ore të bëhet një analizë, a kalohen pa dashje 43 vota? Jo. Atëherë, ky Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve duhet ndalojë këtu dhe ta çojë në përgjegjësi penale këta komisione. Astam ne gazetarët mund të bëjmë kërkesë të shikojmë këto vota? Patjetër. Këto 43 toni ju? Ja ku e kenë në sistem, po ta tregoj unë si foto. Bashkënim tela që ne të vend të bëjmë to. E ke në sistem. 43 copë, votat të shikojmë pse i kanë nxjerr. Pastaj do vish dhe të njëjtën tjetër. Po viun kur duhet. Po ta tregoj kam bërë në foto. 43. Jo, foto mos e tregoj se ne do vëmë vetë të shikojmë. Unë do marr telën. Po. Do nisemi atje. Po, patjetër. Dhe nëse këto ti kanë marrë, ti kanë tjetërsuar ty. Jo, se kanë tjetërsuar mua. Kujt? Thashtë Ervin Hoxhës e kanë marrë nga një kandidat i PS-s, ja kanë kaluar Ervin Hoxhës. I ke 43 vota. Ervin Hoxha i kujt është? Ministri i Brendshëm. Ministri i Brendshëm. Ervin ja kanë kaluar Ervinit. Po, pra mora një shembull. Brenda PS-s. Brenda PS-s. Patjetër. Pastaj, këto vota që lëvizin nga njëri tek tjetri. Po të lutem astan tani se këtu që kemi, ne jemi ajdut pulesh pastaj. Se kjo s'ka... Po, ajdut, ne që kemi ajdut. Brenda llojit, po pati ajdutëri të tillë, mbaron filmi. Po mirë, pikërisht edhe te ju, mua më kanë ardhur, më kanë rrëfyer këtu, brenda llojit kanë vjedhur, edhe ata i vjedhin, këtu tani, këtu vetëm ajdut paska. Po mirë, orë zotëri, pikërisht unë kam kërkuar numërimin për gjetë ajdutët, jo gabimet teknike ose që janë bërë pa dashje.
pikërisht për këtë, por problemi më i madh është sepse Kasi po vazhdon të legjitimoj hajdudët. Pra këtu kemi një problem më të madh. Kjo është një skemë organizuar që sigurisht që Edi Rama i orienton bëj kështu bëj ashtu sepse Edi Rama i ka nën kontroll, ndryshe i heq nesër, vetëm për të thënë që shiko pas se këtu bashkë janë PD, PS, vjedhin e hajde se s'është bën një gjë e madhe, hiq ja këtij. Do me thënë që që është një aksion i madh manipulimi, patjetër. Që mbrin në çdo institucion. I mirë i organizuar për pas ka marrë fund të gjëja fare. I mirë organizuar, po. Tu pas ka ikur për lesh çdo gjë. Unë kam parë gjatë fushatës zgjedhore. Unë jam përballë me krimin, Ja, ti do qëndrosh aty të pyes edhe një herë këta që kam këtu unë. Po pyeti. Ja ti pyes. Atëre, dini gje, çka rezultuar deri tani? Sa kuti janë numëruar gjithsej? Një 400 deri tani janë numëruar gati gjysma, afër 600. Gati gjysma. Çka rezultuar këtu? Tash, në total ka rezultuar që Partia Demokratike në votat si subjekt politik ka një 300 vota më tepër se sa ato që ka marrë në 21 maj. Pra ka marrë 300 votat që nuk vlen, pra quhen pa vlefshme tash, janë hequr 300 vota. PS-ja janë hequr PD-s 300 dhe 200 ca PS-s. Pra ka ndalë ndonjëra nga këto heqje cënon integritetin e tjetrit derisa të mos jetë zgjedhur deputet? Nuk prek asgjë. Domethënë i bie as 1% e votave. Domethënë edhe sikur mos ishin numëruar këto kuti deri tani, deputetët do ishin këta. Ishte ajo që tham, pra në momentin që morën të numërojnë kutit, ne e tham që edhe të gjithë e dinë që manipulimi nëse ka ndodhur pa hyrë vota në kuti. Në momentin që ka hyrë në kuti, këto gabimet mund të quhen dhe gabime njerëzore. Pra këto 300 vota dhe 200 votat për shërbim. Po mos vallë. Ka ndodhur një gjë tjetër. Ilda e keni gabim këtë. Ka ndodhur një gjë tjetër që ajo që pritet marrë me një gjë tjetër, po merrni me një gjë kot. Votat për kandidatët, për deputet. Aty po. Atje ka lëvizje votave në shumicë. Pra nëse Partia Socialiste ka 200 vota më tepër dhe janë hequr, vetëm ministri i Brendshëm ka 250 vota, cilat janë hequr. Pra në 11 maj ka marrë 250 vota më tepër që s'duhet i merrte. Kush i ka hequr këto? Kasi ka bërë vlerësimin e votave. Janë rinumëruar dhe ka rezultuar që vetëm për ministrin e Brendshëm janë 250 vota që si takonin. Janë hequr. Vetëm për ministrin Goxhaj janë 100 ca vota. Fatmir Xhafe ka 130 vota. Domethënë, në listën e madhe të deputetëve të PS-s, nga 37 veta, diku te 34, 32-34 janë që kanë vota më tepër. Vetëm 2-3 kanë vota mangut. Edhe të PD-ja pak a shumë ka ndodhur një njëjta gjë. Shumica e kandidatëve për deputet kanë vota më tepër, që nuk u takonin. Vetëm edhe aty 4-5 veta janë me vota mangut, me tyre zonja Zhulali që kanë janë 12 vota për momentin mangut. Por në total, kjo nuk është se ndryshon në gjë. Vetëm vërteton atë merakun e deputetëve të PS-s që donin ta bënin këtë veprim, pra të kontrollonin votat e tyre përmes pamjeve filmike dhe të numëronin, sepse rezulton që konkurenca e famshme mes zonjës Xhaçka dhe Blerina Gjylametit është reale, sepse janë diku te 40 votat të rikuperuara nga Gjylameti. Okej, zonja Zhulali tani. Shiko se që mendoj unë, se ndoshta mendoj gabim ai. Ndoshta unë kam gabim, po unë do të them tani një gjë, të përpiqem ta them sa më thjesht. Nëse unë nuk mund të hap një problem që nuk ekziston. Sepse me shtregoj tela tani, nuk rrezikohet asnjë mandat për të marrë. Nuk është vjedhur në një mandat. Vetëm jeni legjitim, ka qenë Gjylameti për ta kërkuar. Qartë. Jo më hua. Po, pra nuk ka asnjë. Pse gjithë këto energji? Kur Tela tha një gjë shumë thjesht. Tha vota edhe pretendimet që ka. Farsë, thot ai, më përpara, do të thotë që kjo është fabrikuar si farsë më përpara. Ju pse futeni tani dhe bëni gjithë të numërim të gjatë dhe lodheni më si. Gjithë të numërim të gjatë dhe nuk nxirrni asgjë. Tani në përfundim s'del asgjë. Ku ishe Azikundi, zbere asgjë. Çfarë është kjo tani sipas? S'kuptoj gjë. Këtu janë dy gjëra. Në para, ajo që është më rëndësishme është ajo që ne po denoncojmë çdo ditë nga Selia, ju keni parë videot. Ju duke normali ju ato video që në qendrën e numërimit që ato të votimit që as nuk e meritojnë që t'jenë qendra votimi, janë bare, lokale, vënde,
Që shkon ai, merr fletën, i vë vull, e çon prapë, merr prapë vullën tjetër, që është një skemë qartë e trenit bullgar. Juve keni hyrë në një proces. Ai tjetër shkon dhe voton katër herë. Një tjetër shkon edhe kap dhe nxjerr fletën e votimit nga kutia, e shikon, e fut prapë. Edhe me moshën. To, nuk ju bëm përshtypje. S'të bëm përshtypje. Të skena. Atëre ti pas ke hyrë në një për të prerë kokën vetë, me dëshirë. Pse hyrë tjetër? Si me dëshirë? Pse hyrë me? Jo me dëshirë. Ti pas ke hyrë në një vend, ti mi tregon të gjitha mua këto, po më tregon tani një prallë të bukur. Cila është prallë? Ato në video. Ti ste asnjë gjë herën e kaluar. Cilën herë? Para datës 11, s'ke thënë asnjë gjë. Po janë video të ditë, si s'kemi thënë. Para datës 11 me, nga këto që po më tregon mua tani ti këtu. Video të kemi nxjerrë ne. Si do t'i nxjerrë? Jo, videot pa ndodhur. Jo, janë bërë në për shkolla, janë bërë këtu, zgjodhe vendet. Ju i keni parë ato, ku janë? Nuk i zgjedh Partia Demokratike ato. Po i keni parë, i keni konstatuar. Po nuk i zgjedh dhe ne nuk kemi dorë për të përcaktuar vendin. Po i thoshit nuk i duan këto. Procesi, o Ylli, a do t'i marrim me radhë tani, tash mos e copto argumentin në këtë gjë. Zgjedhjet administrohen. Ju ka drejtë të gjadoje. Zgjedhjet ishte për rinumërimin, sa ajo është pjesë përpara. Zgjedhjet, ta nisim me thelbin, organizohen dhe administrohen nga qeveria. Dhe KQZ-ja është kështu. Cili aktor ka përgjegjësi në zgjedhje për organizimin? Nuk e ka opozita, e ka qeveria. Ti dhe për të thua pse ne i administrojmë tot dhe ata janë njerëz pavarur. Vetë ti thot dhe ai në këtë mënyrë. Tashti, ta çoj një argument deri në fund. Pra shqetësimi i parë është po që tjetë argumente duam. Argumente janë këto. Tani, në qoftë se juve nuk ju bëjmë përshtypje, as ato video që keni parë, se çfarë ka ndodhur, ditën e votimit. Jo, ka parë shumë video pjesa dërmuse atëherë nuk kemi çfarë janë diskutojmë. saqat. Nuk kemi çfarë diskutojmë. Kjo pjesa dërmuse tyre, po deshe ti tregoj, jo sot, të entjen vjen te unë dhe unë të tregoj pjesën dërmuse të atyre videove që s'ton asgjë. Duken si manipulime. Do me thënë një makinë që ecën, ka ca para këtu. Jo, ato nuk janë manipulime, ato janë fragmente. Të sjellun një video ty, ajo duhet vërtetuar. Tashti, unë po të them, i ke parë këto videot e tjera, që një komisioner aty shkon dhe merr vullat si të ishin vetat personale. Dhe të nxori fletët e votimit të trenit bullgar. E kam nxjerrë unë këtu 1 muaj e gjysmë, kështu. E nxjerrja kështu dhe i thosha popullatës, do votosh, kryqin do ta vësh brenda, do ta bësh kështu, kryqin brenda si thash fare bile, se s'thosh aty. Po, do bësh kështu, do bësh kështu. Tani më merr dhe mua, ti mund të më marrësh dhe mua si tani kam më vjedhur fletët e votimit. Po më lë ta mbaroj asnjë argument. Çiko, unë po të pyes një gjë shumë thjeshtë. Unë numëruan, nuk del asnjë gjë. Pse kjo luftë e kotë? Edhe unë po të them. Çfarë vërtetoni ju me këtë luftë? Këtë duhet më përgjigjesh mua. Pra dhe unë do të që ti je një njeri shumë i aftë për të thënë këtë përgjigje. Po kurse s'ke ta japësh. Po thuaj pra. Pra, për mua, me qenë se më pyete si individ, për mua e rëndësishme është denoncimi që ne po bëjmë i procesit zgjedhor. Kjo është gjëja më e rëndësishme për Partinë Demokratike dhe për çdo qytetar normal në këtë vend. Denoncimi. Ore, a do zgjedhje normale ti në këtë vend? Kjo është pyetja. Ka pyetje më të rëndësishme se kjo. Në qoftë se nuk ka, po nëse ti nuk ke interes flasësh për cilësinë e një procesi zgjedhor, atëherë s'ka më diskutim. Pastaj, mbas kësaj vjen e drejta e çdo kandidati, ta mbaroj pra këtu. Mbas kësaj vjen e drejta e çdo kandidati që është garantuar. Zonjë, po më kalon një temë tjetër. Jo të lutem. Jo, nuk po të kaloj, po ta plotësoj. Unë po të bëj një pyetje dhe dua një përgjigje. Po ta mbaroj pra fjalinë. Po jo, po ti s'po përgjigjesh pyetjes time. Unë po them, ju bëtë... Sa jemi sot? Po ta mbaroj më fjalinë. Sa është do të... Një sekundë, sa është do të sot? 23 qershor. 23 qershor. Ka kaluar 1 muaj e ca. Ti tani po numëron votat. Që e ke kërkuar me insistim. Ai e mbylli procesin. U tregu aq furbo sa e mbylli e drama. E kërkuan dhe atë vetët. Stop tha. Këtu jo. Ti po numëron votat dhe s'të del asnjë gjë. Atëherë. Pse e argjon gjithë të kohë zonjë? Kjo është pyetja ime. Ti po më thua gjëra tjera. Ne do denoncojmë thua, po kush do ta mos denoncosh ti? Unë nuk e ndalova. Unë thash, ne nisëm kontestimin e procesit. Dhe këtë kontestim do ta çojmë, do ta marrim hap pas hapi me gjithë instrumentat që kemi. Përveç asaj që kemi bërë si parti, si subjekt politik, kanë edhe kandidatët, gjithë secili të drejtën e vet ligjore, që të ngrejnë pretendimet e veta dhe ta kontestojnë po ashtu procesin në mënyrë individuale.
kryetari i Partisë Demokratike tha që Partia Demokratike do t'i mbështesë kandidat nëse kanë pretendime, nëse kanë paqartësi, nëse kanë dyshime se u është vjedhur vota për t'i çuar këto edhe për të bërë një proces rinumrimi. Pati kandidat nga Partia Demokratike, unë nuk isha një prej tyre, por pati kandidat të tjerë, të cilët e bën këtë kontestim. Dhe Partia Demokratike kishte për detyrë që t'i përgjigjej politikisht dhe ta mbështeste pretendimin e tyre. Kjo është e vërteta. Tani, a është kjo humbje kohe për disa po, për disa jo, por është e drejta çdo kandidati që të shkojë ati dyshimi që ka deri në fund dhe të ndjek rrugën ligjore që është parashikuar sipas kodit zgjedhor. Për mua si individ, më e rëndësishëm se ky rinumrim është kontestimi i procesit nga fillimi deri në fund dhe atë që e pam edhe sot në mbledhjen e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, që e pam edhe me raportin paraprak të Odirit, që e pam edhe me seancën e Parlamentit Evropian. Për mua këto janë të rëndësishme. Nëse më pyet si kandidate, unë po të them politikisht pra. Po, se dhe unë kam garuar Ti je njeri i rëndësishëm i kësaj partie. Unë nuk e kam kontestuar këtë proces si individ, sepse nuk besoj se na sjell gjë, nëse më pyet si individ. Këtë pra po them. Por ne po kuptojmë që kjo nuk sjell asgjë. Por gjithashtu respektoj pretendimet e çdo kolegu tim që mendon. Jo, në rregull, që mendon që e kanë vjedhur. Dhe del aty dhe jo, zotëria, që kemi po dalin aty të tjerë të bërtasin me të madh na kanë vjedhur. Një gjë dhe nuk kanë vjedhur gjë. Thonë nuk del gjë. Secili është në ose do Gjani thotë i ka vjedh Kasi tani. Atëherë, partia në totalin e vetë, PD-ja nuk mundet që të mos t'i mbështeste këta kandidat në pretendimet e veta ylli. Nuk mundet që të mos t'i mbështeste. Çdo kandidat ka të drejtën e vetë. E rëndësishme është, a është e rëndësishme ajo që bëri Edi Rama që tha qepni gojën mos flisni, apo që në fund ditës ti çdo njeriu ti jep hapësirën që ka dhe në fund ditës ja ke parashikuar dhe me ligj. Partia Demokratike i qëndroi këtij zotimi, çdo njeri sipas pretendimeve që ka do ta mbështeste. Tu mbyllet ky argument. Nuk kam çfarë të. Zoti Dogjani urdhëron. Ylli. A e paraqitin Dogjani? Përveç të tjerave, unë po merrem konkretisht edhe njëherë me rinumrimin pse është kaq e rëndësishme. Për mua nuk ka rëndësi nëse ndryshon në një mandat apo nuk ndryshon ndonjë mandat. Ndryshon rezultat apo nuk ndryshon rezultat. Për mua është shumë e rëndësishme që zëri, vullneti, shpirti i atij qytetare që e ka dhënë votën të mos tjetërsohet. Ne kemi pas dyshimet tona gjatë numërimit dhe dyshimet cilët i kam provuar me fakte, me video që ja kam paraqit Kasit. Kasi du tjetë dera kryesore, ose po them hallka kryesore që duhet ta provoj këtë manipulim dhe jo të legjitimoj vjedhjen. Sot, Ilir Osmali me veprimet që po bën duke përcaktuar këto votat e PD-s 300 vota që thuhet i ka marrë tepër, të garantoj që unë jam atje, nuk janë tepër. Janë vota të sakta që janë marrë, por i nxjerrin në mënyrë të qëllimshme. Më fal ta që vetëm një sekondë. Po vazhdojmë kështu, nuk na kupton njeri në botë. Jo kuptojnë sepse i nxjerrin qëllimisht pa vlefshme. Ti do t'i përgjigjesh, Aslan, të lutem, do t'i përgjigjesh pyetjeve të mia dhe të kolegëve në sekondë. Më thuaj. Pyetja ime është shumë i thjeshtë. Janë numëruar gjysmat ekutive të Tiranës. Po. Ty o zotëri personalisht, sa votat kanë vjedhur? Pa fund. Po, jo 5. 5 ka dalë. Jo zotëri. Shiko, kanë qenë në momentin e parë 20 e ca vota. Çfarë bëjnë këta? 21 vota të vjedhura, vetëm në një KZAZ. Tashi, gjatë rinumrimit të kutive tjera, nxjerrin siç nxjerrin sot, kanë nxjerrë vetëm një kuti 5 votat pa vlefshme, në fakt janë të vlefshme. E bëjnë me qëllimin për të ulur numrin e atyre që janë vjedh, me qëllim, po nuk bëhet analiza kështu, me qëllim për të thënë. Pse si bëhet analiza? Po analiza bëhet, ja ta shpjegoj. Jo, se kam me ju, e kam me Kasin. Po me kë e ka? Po me Kasin shkon gjyq valla. Po të lutem. Po s'kemi çfarë të bëjmë ne. O zotri. Nuk e kam për ju. Ti tani po sa vota, mirë, dakord, me gjithë manipulimin që të ka bërë Kasi, një minutë, me gjithë manipulimin që të ka bërë Kasi, sa vota rezultojnë të vjedhura nga ty? A mund ta shpjegoj me dy fjalë? Jo. Ti do më shpjegosh gjëra që për të cilat publiku nuk është interesuar. Jo, publiku është interesuar, sepse vota është shumë e shenjtë. Jo. Po pse Jezu Krishti je ti?
A do numrat e tua, mo? Votat e Jo, tua. më se kam po për vete. Votat e tua, zotri. Pse ti s'ke dalë për vete në punë? Jo, në këtë rast këtu jam për një mision më të rëndësishëm që vota mos vjedhet, që ne mos shkojmë 200 burra e gra me rujt 20 veta. Po aslan sa votat kanë vjedhur ty, zotri? Pa fund. Po mi rivjedh, po mi rivjedh, për mu një votë është shumë e rëndësishme. Po mi rivjedh Ilir Rusmali atje duke nxjerrë të pavlefshme votat. Pikrisht si vota e sotme. Më vjen keq, Ylli. Jo. Kasi, unë nuk e kam me ju, analizën ju, unë nuk ndërhyj te media. Unë po them, Kasi du të bëje këtë punë. Në qendrën e votimit X, zotëri, çfarë ka ndodhur, 1, 2, 3 janë vjetë të vota, kush do marrë përgjegjësi për këtë, iku mbyllet kjo. Pastaj filloj me tjetrën. Jo kështu duke nxjerrë votat pavlefshme duke i bërë vlefshme apo votat e vlefshme duke i bërë pavlefshme sepse janë orientuar nga Edi Rama. Aslan. Për mua është shumë e rëndësishme një votë, Ylli. Ne nuk kemi si ta verifikojmë këtë gjë. Po unë po e shoh Unë aty. thash mi jep votat e tua. Po, provat po t'jap. Nëse lejohet, ti më the lejohet që unë të shkoj si gazetar. Jo, unë nuk thash lejohet. Unë thash 43 vota në një qendër votimi ja kanë kaluar me një herë Ervin Hoxhës. Dhe ne do vim ta shikojmë këtë si ja kanë kaluar. Po, unë kërkova të rinumërohen atje ku mi kanë nxjerrë përsëri votat e pavlefshme dhe më Për thanë votat e tua, Aslan, për votat e tua, cila të kanë vjedhur tua pafundësisht. Si i verifikove ti këtë gjë? Unë verifikova sepse gjatë rinumërimit të votave dolën 21 votat vjedhura. Pastaj filluan ditë tjetër një KZZ tjetër. Pra në një KZZ më kanë vjedh 21 vota. Të nesmen filloi rinumërimi në një KZZ tjetër. Tani çfarë bonin? Si sot, votat e mia, të cilët ishin të vlefshme, i nxjerr Ilirit pa vlefshme. Votat e një tjetëri me të njëjtin standard me mu, i nxjerr të vlefshme, të mia të pavlefshme, duke ulur numrin e atyre që janë vjedh, se thot, janë vjedh atje, po ja shtojmë këtu, ja heqim atje, jo nuk bëhet kështu. Komisioni Ankimeve të Saksioneve ka një detyrë, të nxjerr përveç rinumërimit votave dhe shkelet, sepse është i sankcione dhe të marrë dhe masa, edhe t'i çojë edhe në përgjegjësi penale. Për mu, unë nuk kam hyrë për të bërë deputet në këto momente, se e di sa do votat marrë, nuk ndryshon rezultati. Qa interesi ka Kasi po pyet Abilekaj? Sepse është i orientuar nga Edi Rama për të bërë. Po ta them unë. Jo, aty është jo, votat e pavlefshme përcaktohen me shumicë. Komisionerët e PD-s sot ky kanë numëruar votat e tua. Ato vota janë numëruar një herë. Dhe i kanë numëruar komisionerët e caktuar nga PD-ja. Dakor? Dhe kanë bërë një vlerësim ato. Tani të njëjtat vota i rivlerëson Iliri. Po jo Iliri pra, se aty janë disa punonjës të KQZ-s. Janë rrotarë të KQZ-s që vlerësojnë ato vota. Ta shpjegoj se si ndodh. Dhe atje janë 5 antarë të Kasit, 2 prej të cilëve kërkuan që të hapen këto kutit. Po që merret vendimi për vlefshmërinë e votat me shumicë. Jo, bien dakord ata të 5 që këtë model vota do ta qojnë të vlefshme, këtë model vota do ta qojnë pa vlefshme. Shu bien dakord ata. Jo, është me shumicë votash atje, nuk bien dakord. Dhe ato kanë rënë dakord për kryqin jashtë kutisë është njësoj, si për PS-n si për PD-n. Shiko, ato vendim tani, një sekond. Kjo është e pavlefshme vota jote. Ato vendim që kanë marrë. Për ty, disa vota janë të vlefshme, disa janë të pavlefshme. Për ata të 5 atje, mund t'jetë dhe kundërta. Por janë ata që e vlerësojnë. Po, vendimi që është marrë për bri e emri që i kanë zgjedhur pavlefshme, pavarësisht që unë e kundërshtova, u mor një vendim, s'ka asnjë lloj problemi. Por unë nuk isha dakord. Nëse është vendosur që kryqi duhet jetë brenda kutisë, brenda kutisë. Dakord. Nëse ti ke kryqin jashtë kutisë, nuk do të quhet vlefshme. Dakord. Dhe ky standard është përdorur njësoj për të gjithë. Po, për këtë kemi rënë dakord. Unë s'isha dakord për kanë vendosur. Ndërsa sot çfarë ndodhi? Vota cilët ishte e pavlefshme për mu, për ty ishte e vlefshme. Vota tjetër e njëta ishte e vlefshme për atë e pavlefshme. Pra unë kërkoja standardin. Dhe atje, jo komisionerë, nuk i bëjnë komisionerë. Standardin e caktojnë ata të 5. Jo, pra, jo, nuk e caktojnë dot as në studio, as jashtë vizës. Jo, pra, nuk mund të bëhet për njërin ndryshe për tjetër ndryshe. Jo, janë njësoj ato, nuk janë për njërin ndryshe për tjetër ndryshe. Jo, pra, po unë i konstatova dhe i kam... Do më thonë, po ata 5 kanë caktuar që Ministri i Brendshëm ka 250 vota që nuk i takojnë. Zoti Rakipi, i sekond. Tani komisionerët, se më the, jo më fal, i sekond. Edhe sikur ta bëjnë gabim. Kjo quhet thjesht gabim teknik ose vlerësimi gabuar i KZZ-s. Jo, shiko edhe një herë. Kujtje dha. Edhe një herë. Jo, ma dha mua, pse se ka dhënë aty sipër? Ishte jashtë kuadratit pak sipër teje. Jo, mo jo. Pse se ka e sipër po e ke ti? Edhe një herë. Ma betë do bëjmë të këtë janë zgjedhje. Jo, mo jo, edhe një herë. Jo, për zgjedhjet a janë të lira apo jo? Për të keni dalë në sot. Një votë. Janë vlefshme.
Mos më rruhet për policinë, thua, vjen policia aty, thot kam respekt për ju. Ata ta shpjegoj edhe këtë. Mirë. Thua, je në SPAK atje, të ka akuzuar SPAK-u se çove denoncim, të akuzoj ty, po unë do i çoj juve në SPAK-u, thua atyre. Kujt? Ta je komplet. Kujt? Të tyre të këzazës. Po, ma le ta shpjegoj unë? Pra ti, a e njeh këtë SPAK apo se je në SPAK? Kur SPAK-u të akuzon ty, të thua SPAK-u që PS-s. Kush ka thënë që është SPAK-u i PS-s? Po ti po kurrëtar nga SPAK-u. Jo. Nuk kam thënë se është i PS-s. Po të kemi dëgjuar gjithë. Jo, e ke gabim, gjeje edhe ma thuaj. E ke gabim. Po ti e ke thënë, unë qoha denoncim dhe më akuzojnë mua. Jo, e ke gabim, po unë kam shpjeguar. Për sulm politik na i meje. Po pa tjetër. Po jo i PS-s, nuk kam thënë se është i PS-s. Po kush sulmo politikisht ty? Zotëri, jo, dëgjoj edhe njerë, që të më dëgjosh, sepse është kollaj... Për mua, unë fut ju betejës politike të partisë tënde. Po, betejës politike... Nuk ke shumë talent si politikan, më mirë vriu aty shërbeje sa i Faleminderit shumë për konsideratën. Se sa të bësh të gjën. Faleminderit shumë për konsideratën. Me këtë gjën ti vetëm sa turbullon njerëzit, nuk bën asgjë tjetër. Unë të falenderoj për konsideratën dhe... Se është merre me ne tani, kush vota aty, një muhabet kot. Jo, më se është muhabet kot. Tash më dëgjoj pra opinionin tim, meqense shikoj të falenderoj shumë për lidhe me jam apo se jam politikan, unë rreth parë jam qytetar. Dakord, valla, është opinioni jot. Unë jam qytetar, jam njeri, në rreth parë. Ashtu që ju mund të kemë rezerva edhe për ju mund të mos jesh një gazetari mirë në krahasim me Ylli Rakipin. Po unë nuk i jap opinionet të tilla. Po. Por rëndësishme është që unë këtu jam, e rëndësishme që unë këtu jam për votën që është tjetërsuar. Dhe unë edhe për një halin tënë, që është aq qaraman, sa nuk do të di njëri. E ke gabim, jo. E vetëm për të treguar këtu se kush ka shkuar viza e votës. Qiko, unë nuk e kam nërmen... O zotëri, unë s'ka marrë për ju... Nuk në intereson fare të ku shkuar viza e votës tënde. Qiko, a ka mundësi mos më ndërpresësh? Kur të flasësh ti po të dëgjoj, ta bëjmë me respekt njëri tjetër. Dëgjoj gjëra që s'ka Po mime edhe kot dëgjoj, se ju i një burat më dhe... Se preva i dëshurali. Edhe unë të flasë kot njerë, më gjohë kot, me qenë se më keni thirë. Kurse ty të dëgjojmë plot, po më gjohë kot pak. Shiko zotëri, unë këtu kam ardhë dhe kam një mision timin personal, që është, çdo vot duhet shkoj atje ku e ka dhënë qytetari. Jo ta tjetërsojnë, vija apo nuk është vija, mu nuk më intereson fare, aty nuk bëhet fjalë vetëm për vijen. Aty bëhet fjalë që gjithë procesi në total është i manipuluar, janë përdorur paratë e korrupsionit, është përdorur krimi, janë përdorur bandat, është kontrolluar gjithçka, nuk ka qenë një garë dhe pastaj vazhdojmë dhe të numërimi votave. E njëjta skem, unë kam quar prova, dhe provat e mia kanë dalë me zë dhe me figurë se si është tjetërsuar vota. Qoftë edhe një vot, unë do ta ndjek që të shkoj atje ku e ka dhënë qytetari. Pastaj, sa politikan jam unë, më vlerësojnë qytetarët se më kanë votuar 7.000... Ngritëm tonet të gjithë dhe... Jo, më kanë votuar... Të lutem. Unë është bëjmë politikë. O, zotëri, unë s'ka marrë për politikë, ka marrë për çdo vot... Jo, më s'ka marrë për handën tim. Mos të vjedhen. Unë jam votuar që ta dini nga 7.269 qytetarë të lirë që kanë votuar për Aslan Dogjanin. Dhe unë kam një detyrim ndaj atyre njerëzve dhe shumë votat të tjera të cilët janë manipuluar. Unë nuk e bëj vetëm për vetë, e bëj edhe për Blerina Gjylamedin. Unë e bëj edhe për socialistët. Ky është qëllimi im. Po, unë e di që sy në parlament. Për ato që duhet flasim. O zotëri, mu ma dhatë fjallën, keni drejt me ma hek, unë nuk e marrë fjallën me zërë më dha. Qose do me folë, unë s'po flasë. Një pjesë tjetër... Po mirë, Jo më kotër lishon kryova apsirë me qenë se më keni thirë më të gjoni, edhe pse flasë edhe kotë që i duket që ka burat më dheja të ndoshta duken, jo politikani madhun, po këto fjalë me të gjoni sepse unë jam i votuar. Jam i votuar nga 7.269 persona, qytetar, të cilët unë duhet çdo votë që është vjedh të shkoj atje ku e ka dhënë qytetari dhe të majnë përgjegjësi ata të cilët e kanë manipuluar vota. Aslan, kjo e qëllimi im ylli. Po themi, këto nuk të kundërshton Antoni ty. Këto që rendite tani. Por ne po flasim për një problem të thjeshtë. Politikanët përgjithsisht kanë një problem shumë të madh me ne, me median, nga që ndryshojnë etikat. Ti ke një etik tjetër, ne kemi një etik tjetër. Unë jam i drejt për drejt, zotëri, unë qa mendoj e them. Etikat janë të ndryshme. Ti u flet njerëzve, mua nuk më intereson se s'marr vot nga njerëzit. Ti merr vot.
Tani... Ose bëj për votë fare, unë tani... Jo, po tani e thot bota këtë është në teorinë... Unë e bëj... Në teorinë... Që mos ketë nesër, ndikoj sa do pak mos përsëriten këto gjëra më burë. Shiko, jo. Ne po themi një gjë shumë thjeshtë. Jemi në një moment konkret. Dhe po të pyesim, jemi të rinumërimi si proces. Se ky është një emision që bëhet 2 herë në javë. Emisioni ynë. Dhe tani dhe jemi të në rinumërim. Do t'i di shqe pa hapi sistemi. Jo sekond të lutem. Flasim për rinumërimin. Po ikëm nga njëra deg në tjetër, kur unë të pyes për rinumërimin, ti nuk më thua, më kanë vjedhur 583 vota. Ja ti them. Më kanë vjedhur 820. Ja ti them, për çdo qendër votimi. Dhe kush e ka vjedhur? Po. Ja ti them, do ti them për çdo qendër? Po. Ta hapi sistemi. Edhe ti them unë për çdo qendër. Po ai kem mbledhur gjitha të çdo qendre. Ore, janë sistemi ylli. Janë sistemi ylli, janë sistem gjitha, mund t'i shikosh një për një. Nuk ka vlerë për zgjedhje sot Abileka. Patjetër nuk ka vlerë për rezultatin, e vërtet është. Shumë drejt. Po unë jam për rezultatin. U fut në kuti vota, Çeku, apo u fut në kuti Çeku. Kjo është i mohabet që as kasi nuk ka nerva të merret. Jo më të merremi në studio këtu. Po mos më thirrni pra. Këtu, a u vodhën zgjedhjet në këtë vend apo jo? Se çka ka ndodhur me Çekun ku që ka emrin e Aslan Donjanit apo të një tjetri. O zotëri, mos më thirrni. Mos më thirrni pra më vëlla, ju më keni thirrë. Me pyet për rinumërimin unë përgjigjem. Zgjedhjeve, jo për cilësinë e Çekut të votës. Jo më edhe për zgjedhjet të flaste pak Preçi ka që kur e kemi filluar. Qo si më thirrni, unë vje flas, mos më thirrni, nuk flas. Por për ato që kanë vlerë, jo për to. O zotëri, qa flas unë për ato vlerë kanë për mua. Edhe për qytetarë. Atere, derisa Preçi të thot diçka për këtë dhe ne ti ikim këti problemi, unë dua nga ju, ti mbledhësh ato me tabelën këtu në... Po që do mbledhë 5 vota mangut ka? Jo mëre, po ti mbledhi gjitha, po ti mbledhi gjitha, a do ti mbledhi? Ka nevoj për matematikë, i kanë zirë sistemi ato. I ka sistemi gjitha, bravo. 5 vota ke mangut. Tani po. Po mirë pra pëtësh. Po mund të kesh edhe 15 kur të mbarojnë gjithë. Atere më mirë të mershi me gjitha këto të tjera tjitë e ti, dhe të mos mershi me këto 5 vota. O, Ylli, nuk është ashtu edhe një votë. Ylli, për mu një votë është shumë rëndësishme, Ylli. Vetëm një. Por e vërteta është që këta po bëjnë një mekanizëm për të hedhë hysi shqiptarëve. Çfarë do të thotë? Ore janë vjedh 21 vota në një qendër. Tani thotë, ti nxjerr pavlesh me ky dhe ti ul ata. Ti janë vjedh 5, e kupton se çfarë skeme përdorin? Okej. Aslan të flas dhe pak Preçi dhe të përshëndetim, të thuash një fjalë tjetër, të përshëndetim bashkë se kemi një pjesë tjetër. Preç? Me qenë, kjo është një proces i rëndësishëm, bëjmë një konsiderat përgjithshme një herë, nëse u dhanë edhe disa shifra... Preçin paraqet Aslanin kur temun e futni. Rinumërimi vazhdon, është një drejt ligjore, kanë kërkuar ata që kanë drejt ta kërkojnë, ato po hapën, po numërojnë, por është një proces transparent në vështrimin e përgjithshëm publikut, deri tani do kishte, domethënë, do ishte një skandal ose do kishte dalë një gjë e madhe, nëse do kishte ndryshim të mandateve. Kjo do përbënde një lajm, do ishte një gjë e rëndë që nga rinumërimi del që deri tani u dhanë këtu, dele qartë se është, si me thënë, po ta theme me një fjalë popullore, është mbarë smale dhe ka pjell 1000. Nga gjithë kjo zhurmë... Mi vogël se mi u duket. Shiko, themi një gjë. Numërimi në Shqipëri, zoti Rakipi, është një torturë. Kanë lënë fuqi një sistem, një mënyrë numërimi që torturon një herë në 2 vjetë me dhjetra, me qindra, mira komisionerë. Shnjerëzor. Shnjerëzor e thotë... Ja, po e thënë, është tortur, shnjerëzor, jemi paka shumë sinonime. Këtu, kjo ka pas sens kur ndërhyrin e për ca fshatat largë, dhe tani që kudo ka celular, kudo ka kamera, në gjdo, s'ka ma fshatra, votohet në qytete, dhe vazhdojnë prapë numërimi përqëndruar, që zgjatë. Unë, me qenë se më jepet rasti, dua të shpreh një falendërim të madh aty në numëruzve heroik që kanë bë kaq pak gabime, kaq pak për mendimin tim, sepse këtu rezulton që edhe votat që janë, me thënë, trafikuar, po quaj unë, më shumë se sa vjedh, janë më ndallojt apo jo? Po ndallojt do jenë, se s'mund të jenë ndryshe. Votat e trafikuara janë ndallojt, sepse komisioneri PD-s do numëroj votat e PD-s. Në rregull, po, dakord. Por edhe ato që janë... Por ndodh kur humb interesi, pra aty kur kanë filluar të numërohen kandidatët, humb interesi për gjithçka.
edhe votat Partisë Demokratike janë shtuar, thatë ju, 300 e sa votat. Partisë Socialiste... Këto 300 votat, pra do i qënë vlefshme, do i qënë pa vlefshme. Ose ju janë marrë partive të vogla, por si përfundim... Ti kanë shkuar partive të vogla. To janë në kufit e gabimeve njerëzore, por aty ku ka komisioner, sepse nuk mund të flasin në hava, aty ku ka ndodhë vërtet një gjë që është në kufit e veprës penale, apo është vepër penale, ai duhet thuhet me emër. Nuk ka kështu në përgjithësi, nuk kupton kush gjë që ju vodhen votat, su vodhen votat, po numërohen, po rinumërohen. Ndoshta edhe do rinumërohen, se këtë punë ka këtu. Bravo. Për së ditu ati? Jo, po them unë, këtu ka pas zgjidhje dhe, dhe me thënë, klasa politike, mendimi politik duhet kërkoj zgjidhje këtu, do të shkohet o të votimi, si që bënë gjithë bota në gjithë qendër votimi, ose të votimi elektronik. Kam besim palët... Po e votimi elektronik. Votimi elektronik. Ky është problem madhor, që lidhet me rinumërimin. Deri tani, që të themi, letë vazhdojnë deri në fund, ka dhe shumë prapë, do shojmë dur. Do janë dy fjalit e fundit se unë kaloj në një moment tjetër. Po, pa tjetër. Unë kam i parim ku më thrasin, unë flasë. Jam i drejt për drejt dhe po do një herë tjetër që të mos flasë, mos më thirni. Unë jam ndër të parët që kam filluar të marrë vesh, kam kërkuar që liria e fjales tjetë për gjithë edhe këtë kërkoj edhe sot. Kështu që jam këtu, jo për ndryshim rezultati, jo për Aslan Dëgjanin, por unë vlerësoj votën gjën më të rëndësishme që ka njeriu, sepse nga vota fillon zhvillimi i gjithë shkaje. Nga vota kemi politikan më të përgjegjshëm, ka llogaridhënie, ka transparencë, edhe ka siguri, ka ekonomi, sepse kur vota vjedhet, politikanët nuk duan me ditë më për njerëzit sepse i vjedhin prapë herën tjetër. Është misioni i çdo qytetari shqiptar, edhe i medjes, që të bëjmë gjithçka. Tani gjitha kjo... Jo, një sekond, të bëjmë gjithçka... Po si jemi në fushat elektorale, ne të kemi thirrur që ti të flasësh për këtë problem. Po, nëse ti unë edhe votat i nxorra, tani po dush po t'i them se sa më janë vjedhur. Sa janë vjedhur? Po isha duke nxjerrur dhe po t'i them me qendra votimi, në qoftë se ja për shembull, 158802 5 vota. Dakord? 2078 3 vota. 1520 3 vota dhe me radhë dhe gjithsej sa janë ose? 5. Ja dhe pak. Mësoni matematikën ti, po doni mësoni matematikën, nëse se dini, shkupeni në kurs, sepse janë shumë vota. Sa janë në fund? 5 vota, janë duke ja treguar nuk është matematikë, është aritmetikë. Për çdo që edhe aritmetikë, mësoni. Këto kanë ngesë, Ylli, kanë ngesë që Gjitha është rezultatin që më tani po ndjen. Do jam, unë do të resi ti të flasësh... Të lutem, unë jam edhe për një votë... Por gjithmonë për temat që ne kemi. Po për votën po flasim. Unë për një votë kam marrë këtu dhe du që nesër mos përsëritën këto gjëra që në Shqipëri të bëhen zgjedhjet lira të ndershme, sepse thash gjëja më e rëndësishme është vota. Unë këtë e vlerësoj. Nuk e kemi thënë që bën të lira të ndershme. Unë këtë e vlerësoj dhe ju mund të mundni sepse jeni shumë më atje. Jo, mund të mundni. Po patjetër duke Abilekaj, më shumë se unë nuk ka qëllim. Unë ky javë do të flasë drejt për drejt, sa herë, unë asë fyj njeri, asë nuk shaj njeri, për kundrazi. Unë respektoj medjen, ju respektoj gjithve ju. Jo, Aslan Dojani. Më keni thirë, unë u thash, kam ardhë, për të bërë pa mundër që nesër mos vjedhet vota. Zoti Dojani, ne u përpoqim. Dhe kush ka vjedh votën më e përgjithësi? Jo, Aslan Dojani, por Partia Demokratike vuri gjithë të energji, harxoj gjithë të energji kot. Jo, së është kot, për një vot, shumë e rëndësishme. Ti mendon plot, dakord? Shumë e rëndësishme. Për këtë punë të Partia Demokratike ka bërë shumë mirë, që të mos vjedhen nesër votat. Mendimin tënd ne po e respektojmë. Fatkeqësisht po vjedhen dhe në kas, sepse po vendosen votat e vlefshme, po konsiderohen pa vlefshme. Po bëhet e njëjta skem. Prandaj unë nuk kam marrë për ndryshuar rezultat, as për të bërë deputet kam marrë. Padyshim, s'kemi asnjë gjë. Dhe në përmet ju shpërcjellim mesazhin që të votat mos vjedhin. Njerëzit në studio thonë që këto energji mund të harxhoheshin për një punë
më me interes. S'ka më interes se Ti e kjo. mendon që kjo është një punë me shumë interes, dakor? Më të rëndësishme, Të na lërë dhe se ne të vota mendojmë nuk ka. ndryshe. Ne po themi këtë që Jo, s'ka mendimin. ndryshu gjë, pastaj Se çdo nuk ka votë ndryshu në një do të preqi. Jo, po çdo Dhe gjitha këto nëmërime nuk undrojnë deputet. Unë me Aslanin jam dakord në një gjë. Jam dakord. Çdo votë duhet respektuar. Duhet respektuar çdo vot preqi, Kjo po që bën Aslani mund të jetë një mësim për ata komisionerët që në zgjedhjet e ardhshme mos të jenë më të kujdesshëm, po këta duhet të adresohen. E kaluan tani këtë dhe unë të falenderoj shumë dhe unë do të tres në emision. Faleminderit ju. Faleminderit. Do të bëhemi më politikanë herën tjetër, thuj atje Alibet. Nuk të tha me, po jo pra dhe. Të falenderoj shumë. Faleminderit ju. Me zgjedhje tani që po ndodhë. Media e Berishës thoshte që në Asamblenë e Këshillit të Evropës u rëzuan zgjedhjet. Që ndodhi valë tani? Më mirë se ty s'na e thotë. Mund e i vokshi që është atje direkt, por ajo se është, se meret atje. Çfarë ndodhi? Në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës u diskutuar raporti i monitorimit të zgjedhjeve në Shqipëri, sepse ne patëm edhe një delegacion nga kjo Asamble Parlamentare që ishte vëzhguese këtyre zgjedhjeve. Dhe në këtë raport, që kishte një gjuhë shumë më kritike se raportet e tjera, u evidentuan problemet kryesore dhe jo vetëm ato që tha OSBE ODIHR, që ditën e parë pas zgjedhjeve, por ishin shtuar dhe dy element të rinj. Elementi parë lidhe me ndërveprimin e krimit në zgjedhje dhe elementi dytë shtesë ishte mosveprimi i organeve të drejtësisë, pak GKK, për të ndërhyrë në kohë për të parandaluar krimin zgjedhor. Ndërsa elementet e përhershëm që u buzakon tani kemi në çdo raport, ka të bëjnë me partinë shtet, pra kontekstin në cilin zhvillohen këto zgjedhje është gjendja e një shteti që është e vështirë ta dallosh ku fillon partia dhe ku mbaron shteti. Kjo do të thotë që i gjithë arsenali që është sot në dorën e shtetit dhe të partisë njëkohësisht, që janë burimet, që janë mjetet, që janë presioni, joshja dhe çdo lloj forme tjetër që ka në dorë sot shteti dhe Partia Socialiste, janë përdorur për të tjetërsuar vullnetin e votuesve shqiptar. Element tjetër i përhershëm në raport është shitblerja e votës, e cila thuheshte edhe në këtë raport është çështje endemike dhe e përhapur, pra është e përhershme dhe është e përhapur në gjithë vendin, dhe të gjithë elementet e marrë së bashku, problemi i medias, të cilat kanë censurën dhe vetë censurimin për shkak se i shërbejnë grupeve të caktuara, gjithmonë të lidhura me qeverinë, përfshihet edhe rasti TikTokut, si një tjetër moment censure, një vendim i marrë nga kryeministri, dhe të gjitha këto japin një panoramë që e përmbledh edhe raporti ODIHR-it, edhe kjo rezolut, edhe ajo çfarë u miratua në Parlament Evropian, që këto zgjedhje u zhvilluan, nuk pati një garë të barabartë mes palëve. Pra gara ishte pa barabartë. Zënë Zhulali, Ky është me një fjali ju jeni një zonjë nderuar dhe unë respektoj mendimin tuaj, por Partia Demokratike i ka humbur zgjedhjet shumë thellë. Ju bëni përgjegjës për këtë Edi Ramën. Po brenda partisë, a mban njëri përgjegjësi për këtë? Po duhet zhvillohet edhe një debat brenda Partisë Demokratike, po. Nuk është zhvilluar, duhet të zhvillohet. Më pyete a mban njëri, tash duhet të zhvillohet. Po, dhe e bukura është që jo vetëm nuk hapet ky problem fare, dhe nuk do hapet. Ne jemi bindur, do zvaritet puna, do dilet në shtator me problem tjetër të ri edhe një proteste në një gjë, se mund bëhet dhe ajo, dhe ky problem nuk do hapet. Dhe gjitha do qëndrojnë kështu siç janë. Se edhe në qoftë se ty t'i vjedhin votat, ka 12 vjetë, që ty të vjedhin votat, edhe ti tani, dakord, fajtori kryesor është ai që i vjetë të gjitha. Ylli pyetja është, nëse ty të thuhet që ti jeton në një vend ku drejtohesh nga Partia Shtet, a të thotë gjë kjo fjali ty? A mund ta zbërthejmë pak të gjën se nëse ne ti kalojmë gjitha këto momente, a ka opozita probleme? Po ka. A mund kishti sot në Shqipëri, a mund, jo, unë do jem shumë realiste në atë që mendoj. A mund të kemi ne
Ne kemi edhe partitë shtetë opozit. Një minut. A mund të kemi ne... Kjo është pyetja që të bëjë unë ty. Nuk të bëj pyetje... A mund të kemi ne një opozit të përsosur përveç partisë shtetë që është në pushtet tani... Një organizuar. Nuk do kjo parti është në pushtet, partia shtetë. Por unë po të bëj një pyetje dhe po të them që dhe ti, kur them ti, them partia, po sillesh si një parti shtetë brenda opozitës. Partia opozit, sepse ti nuk ke asnjë përgjegjësi për atë që ndodh në këtë vend. Ti deri tani e dëgjove do gjëne. Kam vjetur vota tha dhe 2 kolegët e mi, po mbronin dhe ke 5 vota. Ja 10, ja 15. Bëhet një proces i gjatë rinumërimit, cilin partia e pranon dhe pranon me një koshiencë të plot, Partia Demokratike. E bën këtë proces, nuk e bën ti këtë. E bën doktori që të shtyr një pjesë të mirë kohë. Ikën kohë me rinumërim. Kush e nisi këtë proces? Personat, individet. Po, kush? Mund të i përmendësh? Kush? Po, njëri personazh... Sepse në momentin e parë që Partia Demokratike nuk e mbështeti këtë kërkesë, u bë një zhurmë e madhe mediatike, ja po doja po hesh zërat e tjerë loj e përbashkët. Jo, e bëri dhe... Ndërkohë që një minutë. Jo, e bëri dhe Partia Socialiste. Të fitohet. E bën Partia Socialiste dhe drama u tha stop. Jemi të ndershëm. Partia Demokratike tha prit të çojmë deri në fund të proces dhe më pas hapim këtë diskutim tjetër. Kandidatët, pati disa kandidat, po pra, atëherë timit ndershëm, nuk është PD-ja që e ka nxitur, nuk është Sali Berisha. Timit ndershëm. Nuk ka asnjë analizë më për brenda. Kjo është tjetër gjë që po thua. Jam dakord që nuk ka analizë. Po dilë në mënyrë definitive thuaj, regjimi, mua më ka bërë këtë një, 2, 3... Po mos i ngatrojmë pra gjërat. Unë e pranova që nuk kemi bërë analizë, sepse ne nuk kemi mbyllur procesin. Po si do të thënë? Po nuk kemi mbyllur procesin. Po ti e shtyn qëllimisht procesin. Me këtë rinumërimin joja, po ja 3 muaj me rinumërimin. Kot. Dhe zot Alazje. Ja 3 muaj kush e di që ato në një gjë tjetër, edhe s'ka më diskutim. Një minut. Apo rrim neve pa bërë asgjë, ne po shikojmë të gjitha filmimet që kemi në dorë, kemi nxjerrë me video ato shkelje që kemi kapur. I kemi çuar në të gjitha organet si që i parashikon ligje, sepse janë hapa që duhen ezauruar. Kemi informuar ose BODIR-in se është partneri kryesor që do t'japi në fund fare vlerësimin përfundimtar të zgjedhjeve. Kemi siguruar që në Shqipëri të vi, në shtator do të vi një mision faktmbledhës i EPP-s për zgjedhjet. Në janar do të vi një tjetër mision faktmbledhës për zgjedhjet. Shiri Europës, po pse do të vinë këta? Nëse këtu nuk ka asgjë për të shqetësuar, këta thonë, s'kemi pse vim neve, opozita i humbi zgjedhjet, takzoni Edi Ramën. Jo, ky proces, legitimiteti i këtij procesi është ende në diskutim dhe nuk e ka marrë të plot Edi Rama të mandat për ta gëzuar. Dhe përsa kohë është ende në pikpyetje legitimiteti i këtyre zgjedhjeve, opozita duhet bëjë çdo përpjekje që të shkojë në kërkesën e vet për ripërsëritjen e zgjedhjeve, por në kushtet e një qeverie kujdestare, e cila të sigurojë të krijojnë kushtet që në Shqipëri të zhvillojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme, si në Maqedoninë e Veriut. U shtyn 3 herë zgjedhjet Maqedoninë e Veriut. Nuk e bën maqedonësit vetë. Nuk e bëri Partia Gruevskit. Partia Gruevskit, nëse e mban mend Ylli, e sfidon të opozitën, ti e mban mend, ju gjithë e mbani mend. E sfidon të opozitën gjithkohës. Hajde shkojmë zgjedhje, thoshte. Pse? Sepse sa herë shkonte në zgjedhje, do e fitonte Gruevski zgjedhjet. Atëherë ndërhyri Bashkimi Evropian, bashkë me Amerikën, dhe thanë prit, përpara se të bën zgjedhjet e tjera, këtu duhet bëhet një qeveri teknike. Dhe u bë qeveria teknike, mirë po kaloi afati 3 mujor para prak. Dhe çfarë tha BE-ja dhe Amerika Bashkë, nuk ka rëndësi data e zgjedhjeve, rëndësi kanë kushtet. Po nuk krijuan kushtet për të bërë zgjedhje tjera, nuk ka kuptim të bëjnë më zgjedhje. Dhe u shty 3 herë data, derisa u krijua ajo kushtet e garës barabartë që kërkon edhe raporti për Shqipërinë, që të kenë zgjedhjet kuptim, dhe pastaj aty realisht forcat masin forcën e vet, forcat politike. Këtë kërkojmë ne. Dhe ne mendojmë që të paktën e kemi futur këtë proces në një hulli që nuk kemi arritur ta krijojmë deri përpara këtyre zgjedhjeve. Por tani ka marrë një rrugë. Po them çfarë mendoj për zgjedhjet e këto se këto e kemi thënë po. Përsëritemi. Ajo që duhet të them është që sot për shembull juve në Këshillin e Evropës morët disa rekomandime, që bën me ekzistimin tuaj. Këto rekomandime ishin për përmirësimin e procesit zgjedhor. Jo aq sa ky proces
të bëhet i besueshëm nëse ju beson juve. Pra, nëse ju thoni partia shtet, zgjedhje me këtë qeveri nuk bëhen e tjera, këto rekomandime nuk i thoshin që duhet bëhem në qeveri teknike, për shumë si shtoni ju, ose mos tjetë dirama Partin shtet e thoshte raportin tonë. Partin shtet e thoshte raportin, për flasë rekomandimet tani. Rekomandimet nuk ishin ato që sugjeron ju. Jo, sepse Këshilli i Europës nuk e ka të tagër. Thoshte procesi është... E ka OSBE, Diri dhe Bashkimi Evropian. Shumë dakord. Do jetë nesër, Parlamenti Evropian do të diskutojë raportin OSBE Dirit në Korik dhe do japi rekomandimet e veta. Në qoftë se dhe Parlamenti Evropian jep të njëjtat rekomandime. Do bëni besoj se unë dëgjova në Parlament, Jorita Tabakun që tha që ne juve duhet pranoni çfarë keni bërë në zgjedhje, në shtator të bëjmë një rezolut për bashkët për zgjedhjet dhe t'i futemi punës për reformën zgjedhore. Domethënë, ç'është qëndrimi i PD-s brenda këtyre rekomandimeve dhe qëndrimit të Joritë Tabakut, pra që hajde përmirësojmë të proces se çfarë iku, apo nuk do i njohim zgjedhjet dhe nuk do njohim parlamentin dhe do bëjmë protesta deri në largimin e kësaj qeverie në zgjedhjet parakoshme. Pyetje me shumë vend që nuk ka një përgjigje sot. Kjo është e vërteta, sepse edhe vetë brenda Partisë Demokratike ka qëndrime të ndryshme. Por në fund ditës kjo do të diskutohet në forumet, sidomos brenda grupit të ri parlamentar, dhe do duhet të marrë një vendim se çfarë kursi do të ndiqet. Por logjika e asaj që ka bërë deri tani Partia Demokratike ka qenë kjo, që ti ta kontestosh procesin me fakte, jo thjesht me deklarata, duke çuar prova, duke vendosur një tjetër dinamik marrëdhëniesh dhe me partnerët, dhe nëse ti mund të arrish në kushtëzime të reja, dhe këtë mund të arrish vetëm përmes Bashkimit Evropian dhe Amerikës, synimi ka qenë të arrim këtu. Sa do jetë i realizueshëm në fund të ditës, mua më duket që të gjitha sinjalet janë pozitive për të na çuar te ky përfundim. Sepse thash, duke njohur shumë mirë dhe si funksionon BE-ja, ata nuk pranojnë kurrë që të çojnë ty mision faktmbledhës nëse nuk kanë ndërmend që ta mbajnë ende në pikpyetje legitimitetin e një palë zgjedhjeve. Të t'jap dhe një rast krahasues. U bën zgjedhjet në Serbi. Pati kontestime shumë të forta. Gjuha e raportit të Serbisë ka qenë shumë e lehtë se sa gjuha e raportit paraprak që është bërë për Shqipërinë dhe aq më tepër po të marrësh dhe Parlamentin Evropian dhe Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. Asnjë organizëm, as Parlamenti Evropian, as EPP-ja, as informacion tjetër nuk ka vendosur të çojë misione vëzhguese faktmbledhëse në Serbi. Edhe pse, por të shtojmë dhe një element tjetër. Kjo misioni faktmbledhës poshtë tezën e Berishës. Nuk e njohim parlamentin, nuk e njohim zgjedhjet. Se misioni faktmbledhës kanë kërkuar mandatin. Një minutë. Kanë kërkuar fuqiçit të zgjedhjeve. Një minutë. Thotë parlamentarën se ai do vinë 2026. Do mbledhë fakte, do bëj sugjerimet e veta për 2021. Jo, e para, pra, këto e lën ende pezu legitimitetin e zgjedhjeve. E dytat, mos harrojmë, prandaj krahasova këto dy raporte, që sot Serbia zyrtarisht njihet si vend autokratik. Pra që nuk bën zgjedhje normale. Tani, në qoftë se ti ke një raport edhe më të zi se Serbia, shkon tek i njëjti përkufizim. Ata i kanë kërkuar zgjedhje të reja fuqish. Kush i kanë kërkuar? Kjo është tjetër fazë. Për shkeli. Kjo është pas protestave. Po, pra, po. Po pas protestave dhe për... Pas protestave, tani, unë po të them, atje janë bërë këto kontestime dhe raporti që është prodhuar për Serbinë është shumë herë më mirë se ai që është prodhuar për Shqipërinë. E para. E dyta, misione faktmbledhëse nuk janë dërguar në Serbi. As nga Parlamenti Evropian. Kemi këtë raport, Ila? Cilin raport? I një institucione ndërkombëtare që të tonë, Shqipëri u votën votat të bën kështu, bën kështu. Përdorimi administratës kishte disa gjëra kështu, cilat kanë ndodhur vazhdimisht në Shqipëri. Ke shumë të drejtë, kanë ndodhur vetëm për kësaj. 35 vjet të gjëra. Tani, mos e kalo 35 vjet tani. Po. Mos e kalo tani 35 vjet. Deri në vitin 2000 i vitnin. Po le ta mbajmë diskutimin tash. Po D-ja dhe PS-ja. Mos e çot 35 vjet. Pastaj këta i blen të majtë. Po hajde shkojmë komunizëm, aty nuk vidheshin zgjedhjet. Hajde shkojmë komunizëm. Tani nuk është ky debati. Debati është, a do bëjmë një përmirësim ne që të shkojmë në nivelin e Kosovës? Unë kam thënë dhe vazhdoj ta përsëris të gjë. S'ka dyshim. A nuk e meritojmë ne si njerëz ta kemi këtë standard? Po patjetër. Po tani në qoftë se ne ende pa mbyllur ky proces zgjedhor, përsëri shikojmë vetëm opozitën dhe nuk marrim një herë qeverinë për ta mbajtur përgjegjësi ore ti qeveri. Nuk vjen njeri me fare.
Nuk do njeri diskutoj. dhe Nuk e për sa qajnë kokën kohë fare. mungon Oj, po them qeveria nuk e nga qajnë kokën fare. mediat, për sa kohë mungon qeveria në për media, nuk diskutojt për qeverin. Po ne po s'folëm për këtë gjë, si ne folëm për gjën kryesore. Se përgjegjësin për organizimin Po qeveria i ka marrë të gjitha dhe nuk me ndere çan as fare për ne, për media. Shika. Për ju, jo, se ja keni bërë vetes, tani çfarë them? Pyetja është, ne kemi elementin partisë shtet. Si ta masim ne? Sa ndikim ka partia shtet në transformimin ose titërsimin e votës? Flasim për cënimin e fshetësisë votës. Ma mati mua, e ma dot me vota eksakte se ma dot. E shit blerja e votës. A e ma dot? Se ma dot. Krimi në zgjedhje. A e ma dot? Po flasim me përqindje që se ti këtë po më kërkon. Mos ekzistencën e Partisë Demokratike, a e ma dot? Një minut. Me më dakord, të gjitha këto që se ti. Të gjitha organeve të drejtësisë në ko. A e masim do të gjitha këto. Partinë Demokratike që vetëm 5 muajt e fundit do mobilizua, sepse të gjithë ishin rapa për shtrapa, njeri këte, njeri ande, jo do t'i shto, ato do t'i thuash të parat. Po tani t'i heqim këto. Këto i ka dhënë Po së ta njeri t'i heqish, nuk po t'a njeri. Po t'i ke vetëm këto. I ka dhënë Këshilli i Europës për këto, i dha OSBE-ODIHR, i dha Parlamenti Europian. Tani unë mos t'i lexoj. Këto i dha. Këto tha janë shkelet kryesore. Këtu janë përfshihen dhe ndryshimet kodit zgjedhor. S'po i përmendim akoma ato. Që ishin njanë, nuk po përmendim gerrymandering, hartën territoriale, s'po i përmendim ato. Ne po themi ty, je personi gabuar për t'i thënë. Por tani ke një parti që është kthyer, zonjë, sa e thjesht, një parti fare të e cila është kthyer te leadershipi, respekti madh për Sali Berishën, që gjithë ato vite, ndryri që nga vitet 90 të gjitha erdhi me gjithë gabimet, drejtijet e mëdha që ka, u rikthye pas 30 e ca vjetësh, pas 15 pas i ka ikur asaj bie 13, u rikthye që të ribej demokracinë, kur fëmijët e mi kanë shkuar 30 vjeç. Që e kthem pra te Sali Berisha tani. Jo me jo, se këtu vetëm të Sali Berisha nuk do këthen. Oj, kush është faj juaj? Po pse më që ja u vjetë votat e drama ju, ta zëm se i vjetë 100%, i ka fajat vetëm e drama. Pa i gjenë shesh dhe bën për sheshme. A të bën një pyetje, ti a shqetësohesh që të titërsat vota? Po që shqetësoj më? Nuk shqetësohesh. Tu ka 30 ca vjetë që betë. Nëse ti nuk shqetësohesh, qa diskutimi kemi më? Po që të shqetësojmë se unë i kam parë, unë kam... Ore, shqetësimi është të gjithë dhe bashkë, nuk është vetëm i Partisë Demokratike. Zonjë, unë kam parë më shumë se ty këtu. Që të vrasë vetën unë tanje. Dhe ju të mblidheni atje dhe të bëni, të festoni sikur keni fituar. Edhe unë të vrasë vetën me këta që mblidhem këtu. Ku të feston, s'po feston njëri? Si s'po feston? Ku s'po feston? Ju në të gëzuar me keni marë 50, ta që ju duesh, 50 deputetë, doktori, ka marë 50 deputetë, ka marë vullën, ka marë gjitha këto. Të doj, pasuriti ndajnë si që duan, bashkë me Edi Ramën, Edi Rama u hetë copa të mëdha të gjithë këtyre, copa të mëdha pre që ke parti. Që godinat lërta të në. Pra, të gjitha këto zonjë, që të më një shkretë? Edhe këta këtu. Ne nuk e bëjmë do të ndryshimi. Hajde, mirajt të bashkomi me ju dhe ne dhe të temi. Edi Rama, Maskara, i vodhje të gjitha. Që do be? Dim gje ne e zhidim do të ne këtë punë. Ju s'na jep një asnjë dhe se ju nuk thoni asnjë gjë minimale për vete, kaq me kaq. Kaq me kaq. Ju s'kini asnjë faj. Çfarë do të thuhet tjetër për Partinë Demokratike që nuk është thënë 4 vjet më ylli? Po Partia Demokratike u bë cop-cop. Po kush e veri cop-cop? Prap do ta bëjmë prap cop-cop. Se me more lulin ti nga Kosova, e solle aty dhe flinte ditë natë, pse ne ta sollëm lulin ty? Apo Edi Rama? A do bëhet një analizë më pyete në Partinë Demokratike? Unë të thash po. A është bërë deri tani, pra nga data 11 maj, deri me datë 23 qershor. Pas doktorit i ke parë personalitet më të rëndësishme, se ty për politikë në jashtë me të kanë lënë. I ke parë personalitet më të rëndësishme të PD-s kur qenë. Edhe njerë, pyetja ishte, a është bërë analiza nga data 11 maj... Do t'i pretë ndrynë se duket sikur u bërë unë në vazan me këtë punë. A do të bëhet, po do të bëhet. A ka presion... Prit pra. Po se bëndo të tjesë. A ka presion... Je personi gabuar që pysim ne. Po prit më të mbaroj fjalin. A ka presion vetë brenda Partisë Demokratike për ta bërë një analizë? Po ka. Edhe këtë, mund të ta them ka njerëz që duan që analizat kishte ndodhur dje. Dakor. Pra presioni është aty. Unë mendoj që kur presion do të shtohet, por pa mbyllur ky proces, ne nuk mund të futemi në një analizë pa mbyllur procesin e denoncimit.
dhe ezaurimi gjithë halkave ligjore. Sa do vazhdo denuncimin? Shiko, është shumë pozitive që këtu vjen një komision fakt mbledhës. Në që do viti mbledh faktet, jo që i kanë gjithë. Që do ato fakte, ne i dim gjithë më prit. Prit. është shumë mirë, sepse këtu duhet një gjë të bëhet një herë e mirë gjithë shkat. Bëhet një herë e mirë kjo lloj transparence që lidhet qoftë me shumë aspekte që kanë lidhje me zgjedhjet jashtë standardeve në Shqipëri dhe me manipulim zgjedhjeve, qoftë në aspektin tjetër që opozita gjithmonë përdor një sasi manipulimesh për të frenu diskutimin brenda saj për shkaqet e brendshme, fokusohet pafundësisht të këto shkaqet e jashtme dhe eviton një diskutim që është jetik për shkaqet e brendshme subjektive që lidhet me vetë parti. Tani, unë do them këtë gjë. Nuk shkojnë në thelb, edhe në analizat që bëjnë, edhe nga pala opozitës, këtu ka manipulimet janë ndërzgjedhore në Shqipëri. Dhe me thënë zhvillohen nga zgjedhje në zgjedhje, partia socialiste përgatitet nga zgjedhje në zgjedhje me mënyrën e vetë, dhe ajo që unë e quj një gjë nga më të rëndat është ai regjistri që kanë ata. Që unë e kam qujt në ato analizat e mia, një lloj rrethimi i një numri zgjedhësh që i përgjigjet, si më thënë, objektivit tyre për të fitu, numri i cili menaxhohet pothuajse nominalisht, se jemi vend i vogël, përmes instrumenteve të pushtetit, lokal, qendror, etj. Ky grupim i madh, zgjedhësish 750.000 afërsisht, 750.000, menaxhohet dhe nominalisht, dhe kjo e bën pothuajse pa shpresë rotacionin. Nga ana tjetër kemi Partinë Demokratike, e cila zvoglohet. Nuk është problemi se rritet PS-ja, ose PS-ja merr vota, bile në këto zgjedhje PS-ja zvogluar dhe vetë. Duhet ju them një gjë që, për sa u përket raporteve, unë kam parasysh dhe raportin vitit 2021. Bile e kam krahasuar me këto që kanë dalë deri tani, që akoma s'ka dalë raporti përfundimtar i OSBE-ut Hirit, që është raporti më i plot, ai është me 45-50 faqe, i cili i adreson gjetjet, i konkretizon, nuk flet me konsiderata. Deri tani kemi raporte që bëjnë konsiderata. Janë paraprake gjitha, por nuk kemi akoma adresim. Qoftë edhe në këto që gjendën nga ju. Adresimi është përmirësime. Jo, të adresosh manipulim dhe thot që ky që po e kena në video, ky ka këtë emër, ky qohet në spak i herë. Komisionerët aty qohet në spak. Nuk marrën kështu në nivel propagandistik, se ajo nuk ka sens. Por du të them këtë gjë që raporti OSBE dhe Hotirit, 2021, me sa kam pa deri tani, por nuk, si më thëmë, po ngutën bëj krahasim pa dalë dhe përfundimtari i OSBE-s, po është raport më i keq, po them. Ka më shumë vretje. Përfundimtari, para praku... është më i keq. Krahasuar para praku. Ai raport ka qenë raport që ka dhe më shumë se sa kam dëgjuar deri tani unë. Po sepse ti ke dëgjuar vetëm para prakun. Po të krahasosh para prakun në Odirit 2021 me para prakun 2025, i 2025-ës është shumë i rëndë. Tani tek përfundimtari do futen gjithë elementet. Po them që raporti përfundimtar, se du të them një gjë tjetër. Raporti përfundimtar i zgjedhjeve të 2021-shit i adreson sakt gjitha problemet që kishte procesi zgjedhor në atë kohë. Sakt. Ka dhënë rekomandime, sepse ata nuk i kanë kontestu zgjedhjet, nuk i kanë etiketu si pa ligjshme, si më thënë. Por kanë gjetë shumë vretje. Megjithatë, megjithse prak, bile në atë raport është denoncuar dhe ky denoncimi i 900.000 shtetësve që ka i patronazhistëve që kanë publikuar dhënat e 9.000 shtetësve, që është një shkelje shumë e rëndë, që nuk e shohim tani. Sa është vazhdimsi, nuk... Megjithatë, shiko. Përmendet në çdo raport, pra jemi paka shumë jemi në të njëjtën histori, por ajo që nuk jemi në të njëjtën histori është kjo që në 2021-shin partia opozita në Shqipëri me gjithë këto manipulime, bonuse, janë nënvizu bonuset elektorale në atë kohë, jo për tërmetin, punësime elektorale, që nuk i kam pak sa radhë, më thëmë drejtë. Se s'ka dalë raporti. Do dalë, deri tani. Megjithatë, opozita e vitit 2021 është vetëm 37.000 vota larg Partisë Socialiste.
opozita e 2025-ës është mbi 250.000 vota larg Partisë Socialiste. Po themi që është e njëjta situatë. Pra ka një problem të madh këtu që nuk e gjen shpjegimin thjesht tek manipulimet zgjedhore. Unë, për veten time, jam shumë i angazhuar kundër manipulimeve. Do të 3 vite, se ne s'mund ta fshim ato. Si? Edhe atë që u bënda e opozitës për 3 vite resht. Jo, shiko. Se goditja që u bënda e opozitës mund të kalon të pashenja. Opozita ja ka bërë vetës atë, se opozita ishte, ata që e kanë projektu që duhet kështu, duhet marrin përgjithësi, sepse ne këtu ka pas zëra dhe ka prap, ka pas në kohë reale që kanë bërë apele që, shiko, mos e prishni këtë gjë, gjeni një rrugë tjetër, mos e prishni këtë gjë, sepse për 4 vjetë, opozita jo do rekuperon të 37.000 vota, por në bindjen time, ka qenë që opozita do shkonte 7-8 pikë për para. Kurse rezultati i zgjedhjeve 2025 ishte i skontuar 6 kompani serioze në vendet nga ku janë, e kanë parashikuar humbjen relativisht thellë Partisë Demokratike. Partia Socialiste ka marrë 3 mandate më shumë se sa parashikime. Dhe këtu mund të diskutojmë se çka ka ndodhur. Por rezultati në tërësi, si një fitore bindse e qeverisë dhe humbje relativisht e thellë dhe opozitës, kjo është parashikuar dhe nga sondazhet. Pra nuk ka pas enigma çka do ndodhë zgjedhjen në Shqipëri. Tani, sigurisht që Partia Demokratike opozita bën mirë që fokusohet domethënë tek element të manipulimeve zgjedhore. Për mua, problemi më i madh, zoti Ylli, si një njohës i proceseve zgjedhore në Shqipëri dhe i qëndrimeve, sepse unë i njoh edhe qëndrimet, ka pas raste kur OSBE-ja, Evropa nuk kanë njohur zgjedhjet këtu, kanë thënë shprehje të rënda që vullneti i popullit shqiptar nuk u shpreh. Por ajo ndaloi së... Po themi gjë, ka pas që është imponuar zgjedhja presidentit konsensual, sepse Evropa, me fakti që paraqiti Partia Demokratike, u bind se këta kanë një mazhorancë të thjesht për qeverisur, po nuk kanë një mazhorancë për zgjedh presidentin vetë, të cilësuar. Pra, ndërkombëtarët, SBA-ja, Evropa, gjithnjë kanë bërë qëndrime, domethënë, relativisht të drejta. Qartë spreç. Se, domethënë, të shkëmbejmë kështu edhe me zonjën Xhulali, nga që ne shpesh e bëjmë këtë llojin e analizës këtu, e bëjmë edhe me këta përfaqësues të Partisë Demokratike, por kemi mbetur në një pikë. Pra, të të thoshe, e mbyllë se më ndërprejve, dhe ta them të funit, problemi madhor, sepse besoj se e nderon dhe këtë emision, jo vetëm ne që jemi këtu. Tu ka e problem madhor, që meriton vërtet, jo vetë vëmendje, po angazhim, se o duhet zgjidhet kjo, ose këtu s'ka më zgjidhje që është barazia e zgjidhje. Të kjo është sinteza e problematikës që kanë zgjidhje në Shqipëri. Pa barazia zgjidhje. Zgjidhjet, për definicion, janë të lira, drejtet, barabarta. Në qoftë se një nga këto 3 element bie, zgjedhjet praktikisht invalidohen. Kështu që këtu duhet fokusuar. Dhe e dyta është përdorimi i parave. Gara e pa barabartë dhe raporti këtë ka bërë. Pabarazia është në disa nivele. Sepse do vinë ta konkretizojmë, nuk ka kohë. Dhe e dyta dhe e fundit, këtu përdorimi i parave tani, mos bëjmë sikur s'kuptojmë. Këtu nuk blenë vota vetëm ai që s'ka lek. Ta themi të vërtet. Këtu, ata që s'kan, nuk u shkon mendja, këtu është ligjeru de facto kjo. Dhe këtu ne do shikojmë në vimësi që do hymë vetëm njërë që kanë lek. Jo ligjeruar de facto, është bërë kusht, po nuk pagove, nuk... Tani, këto janë 2 problemet e mëdha që i nxjerrin zgjedhjet shqiptare në një dritë keqe, por kjo nuk është një justifikim. Dhe do shikoni, do vi edhe Komisioni Fakt, më mbajeni mend nga unë. Do i mbledhin faktet. Dhe faktet duhet ballafaqohen me palën tjetër, se shkollajnë nga një tribun, bë me kisht, ti, shqyqyr që vjen palë e tretë, që ti ballafaqoj me tëra, me partitë e tjera, se ka dhe parti opozitare këtu që ju në marrë më shumë vota aty në sa kuptova.
Të bim dakord me Komisionin Fakt Mbledhës. Mbaron Komisioni Fakt Mbledhës. Adresohen adresohen disa rekomandime, angazhohet opozita, sepse opozita nuk angazhohet për rekomandimet. U kujtu vetëm për 2 gjëra kur erdhi Komisioni Zgjedhor. Gjitha të tjera të vitit 2021 ngelen jetim. Nuk u adresuan, sepse opozita në Komisionin për reformën zgjedhore mbajti ato qëndrimi që mbajti. Sta njeni në opozitën parlament? Duhet them, shiko. Duhet angazhuar? Po duhet kërkosh, të më thënë, justifikime gjenë bollë. Po disa fakte... Disa që duhet angazhuar, disa fakte madhore janë të tilla, që tregojnë se kjo opozit nuk kishte përgatit për të përballur me qeverinë, nuk kishte objektiv për të fituar zgjedhjet, pavarësisht se me fjalë thonë ato, domethënë atë objektiv që kishte realizoi, që një grup njerëzish aty, shumica të cilëve ishin në listat e mbyllura, u konfortuan, bile u mbrojtën edhe nga vota prej Partisë Demokratike. Pra nuk u morë vesh më sa vota marrin ata. Qa presin, një opozit, do të bëjë diferencën duke prodhu zgjidhje që e galvanizojnë dhe sensibilizojnë dhe motivojnë njerëzit. Zgjidhje që dhe opozita ishte e tillë që me rinovu një 25 rroga, qa asgjë. Në këtë sens unë them që po fokusimi tek problematika zgjedhore, por jam partizani një analize të thellë në Partinë Demokratike, mundësisht analizë që të bëhet jo në një grup të ngushtë njerëzish, në një grup të gjerë njerëzish, që njerëzit të flasin. Për shembull që e thot në shkrim, ja botoj dhe unë, shkoj në shkrim, ja botojnë shumë, po nuk e thot këtu tani. Ka të mund në vend preqit. Si? Se ti se ke ndorë, po unë e shtoj dhe Së të për shkrim që a them? Ja them në shkrim, ose the këtu. Një jetë tani do të them unë që preqi bënde shkrim të rëndësishëm. Po e them dhe këtu. Por nuk po e thot. Po më të them unë se ti të bëre një analizë, dhe me thënë që populata dhe flet tani preqi edhe temperaturë e lartë. Ti nuk thua që, ore, në statut të shkruar që Sali Berisha, automatikisht bie dhe nuk zgjidhet me... Kjo si zgjidhet tani? Saliu bën këtë. Do vërtetohet, pra do vërtetohet që janë vjetër votat dhe nuk bie. Jo, një minut. Saliu ka këtë që. Ai e kanë statut këta që kur shpallet rezultati nga KQZ-ja. KQZ-ja po pret ankimimet. Saliu mund të ashtyje pra, po momenti i përballjes në të vërtetën nuk mund shmangë, se pastaj duhet mbledh 5.000 veta dy të shpëtoj ligjin. Sepse ai e ka vu me dorën e vetë atë ligj. Po do i mbledhja ato, të thotë ta shfuqizojmë këtë, do avem që kryetari i Partisë Demokratike i jep dorëheqjen vetëm kur i mushet mendje që zgjedhjet... Berisha ka hedhur idenë e protestave në telat, që mendon ti dalin populata, do të dalë populata thua? Tani, që të shtoj dhe 2 gjëra përsa i përket raportit. PD-ja, që nga dita që para zgjedhjet, po nga dita që mbaroi zgjedhjet dhe më këtej, është duke ngritur tezën që zgjedhjet janë fars. Ishin fars dhe nuk i njohim këto zgjedhje dhe po troket në dyer të BE-s me misionin për të treguar prova që zgjedhjet nuk kanë qenë të lira, të ndershme, të barabarta. Ky raport që është diskutuar, debatuar dhe vulosur sot në Asamblenë e KIA-s është një raport që tregon fakte të tilla. Pra, në krahasim me raportet të zgjedhjeve më parshme 2021, 2017, 2013, ky është raport më i ashpër. Dhe ndoshta i afrohet diku raportit të zgjedhjeve 2021-shit. Edhe raporti para prakjes së Odirit i rendit të gjitha këto faktet që ne i themi gati për natë në emisione dhe një pjesë e madhe këtu i relativizon. Tani, të gjitha këto elemente do jetë dhe një raport përfundimtar i Odirit, do jetë dhe raporti i Komisionit Evropian për negociatat. Dhe ai është më i rëndësishmi. Pra, nëse ky raport i KIA-s është raporti i disa përfaqësuesve të parlamenteve 46 vendeve, 47 vendeve, që shkojnë atje 4 herë në vit, bëjnë mbledhje dhe arrin disa përfundime. Nuk ka peshë. Ka një vlerë madhe, sado që ta pompojmë ne, sado ta pompoj PD-ja, por nuk është se ka një vlerë të madhe. Raporti i Odirit dhe raporti i Komisionit Evropian, ato kanë vlerë. Tani, për këto duhet ende kopra, do shkoj fundi korrikut, do vi shtatori. Dhe PD-ja pret që të dëgjoj nga raportet paka shumë pasqyrën e atyre që vetë thot. Pra që vjedhjet, që zgjedhjet janë manipuluar, që gjithë problematikat e tyre.
Por, nuk është se në fund të ditës, këto raporte do t'i shbëjnë zgjedhjet, pra do thonë që këto zgjedhjet nuk i shojnë. Ne dim shumë mirë që raporti do ketë, ndoshta mund të jetë më i ashpër, prapë do ketë zgjedhjet u zhvilluan në Shqipëri, në natyrë të qetë, pa eksese, por kishin këto problematika. Dhe jeta do vazhdojë. Rregullojnë këto. Aq më tepër që të gjithë liderët e vendeve përfaqësuese të këtyre raporteve ishin 2 ditë mbas zgjedhjeve këtu dhe i firmosën përshëndetjen Edi Ramës për të vijuar 4 vite tjera. Tani pyetja është që në gjithë këtë periudhë çfarë do bëj PD-ja? Pra, nëse gjeti mënyrën për të shtyrë, për t'i dhënë alibi vetes 2 muaj për rinumërimin, do mbarojnë dhe këto 2 muajt. Unë mendoj që po bën mirë tani, që po kërkon provë, po inshallah i gjen, ti qoj aty ku duhen. Por, nga shtatori do nis parlamenti. Po. Do flitet për zgjedhje në 3 bashki. Zgjedhje të pjeshme. Po. Do bëmi gati për zgjedhjet e 2027-s. Tash ditët kalojnë dhe duket sikur PD-ja është në status quo, pa presim, denoncojmë zgjedhjet dhe çfarë reagimi do ketë BE-ja për këto zgjedhje. Në fund të ditës, si çfarë do bëj PD-ja përpara të jetë ngarë përpara të zgjedhjeve të 2027-s ose në zgjedhjet e pjeshme. Sepse nëse ne shohim, ne kemi vetëm për ditë zotin Berisha që del në konferencë shtypi, dhe asgjë tjetër nuk ndodh PD. Pra nëse Berisha është me viroz, nuk del. Ti më pyete mua zot Adoli doktori. Nuk ore të gjithë e dinë të vërtetën, po pse bëjmë sikur s'kuptojnë? Të gjithë personazhet kryesor të Ore personazhet e dinë se kanë qenë. Dakor? Dhe presim çfarë do thotë doktori, ndërkohë që të gjithë duhet në fund të ditës të vendosin çfarë do bëjmë. Do rrim me doktorin, do kërkojmë të largohet doktori, duhet ndryshoj PD-ja, duhet hapet PD-ja, çfarë strategji do ketë PD-ja për zgjedhjet e afërta 2027. Zbatoj statutin e vet PD-ja. Sepse ne kemi hapur kapitujt e integrimit dhe një nga kapitujt kryesor 23-24 flet për zgjedhjet. Domethënë ne nuk mund Edi Rama sado që të përpiqet, nuk mund ta shtyjë më tej këtë që ka bërë deri më sot. Pra që ti të kalosh atë kapitull, duhet të kesh një kontroll të rreptë dhe prova të rrepta që duhet ta pranojmë. Dhe nuk ka shans as në 2027, ndoshta as në 2029 që të plotësojë ato kritere. Por nga ana tjetër, PD-ja nuk mund të rrinë vend numër dhe të presi çfarë do thotë BE-ja. Shkurt 2-3 pyetjet e fundit që do të kemi, të ikim nga ky emision. Këtë Gjorgje Ilda do bën zgjedhje në Bashkinë e Tiranës, ndoshta pasi datës 8 korrik, ku do të vendosë gjykata e lartë për Erion Velienj. Më së shumti mund të kemi zgjedhje aty. Po dhe në 2 bashki tjera me se kam dyrur unë. 3 bashki tjera janë të fiksuara. Të fiksuara dhe... Të tjerat nuk diskutojnë. Erion Velienj, 3 nuk diskutojnë dhe Erion Velienj është në diskutim shkak vendimit gjykatës. Po dhe në shkak vendimit e Edi Ramës, thuhet se ai nuk është realisht në kryetar. Ke dëgjuar gjë? Ajo është gjykata më e lartë Shqipëri, Edi Rama. Edi Rama, Tani, ke dëgjuar gjë, ju do hyni në zgjedhje nëse bën? A ke dëgjuar se tani ti nuk merr vendim do të? A kam dëgjuar nëse ne do hyjmë zgjedhje, po ne patjetër do hyjmë zgjedhje, se ne kemi provuar të mos hyjmë zgjedhje edhe keni dal keq. Është një gabim që nuk duhet përsëritur më. Prandaj thash që përpjekja jonë e gjitha është për t'i paraprirë gjithë gjërave që vinë më pas, sepse koha kalon shpejt. Dhe nëse ne lejmë gjitha këto probleme pa u trajtuar. Po i latë në momentin e fundit ju nuk zgjidhet. Jo, thelbi është ky që a ndryshon Sali Berisha apo jo, ne prap me Edi Ramën do përballemi dhe me këtë sistem. Dhe nëse ne nuk gjejmë një zgjidhje se si mundet ky sistem, me apo pas Sali Berishën do qëndrojmë vendnumra. Pra, në qoftë se, domethënë, gjithë tendenca është për ta kanalizuar gjithë debatin e PD-s te Sali Berisha, për mendimin tim, ajo që është në këtë fazë gjë më e rëndësishme është çfarë zgjidhje do gjejmë ne për procesin e zgjedhjeve. Pastaj se çfarë vjen brenda me PD-s vet si mekanizëm, është tjetër gjë që do vi dhe ai si debat, do bëhet, do ezaurohet. Por po nuk ezaurua tani debati për procesin zgjedhor, do duhet të kalojmë dhe një palë zgjedhje të tjera, dhe një raport tjetër Odiri, dhe ca raporte të tjera të Këshillit të Evropës dhe të Parlamentit Evropian, dhe prapë mos zgjidhim asgjë. Kjo është komenti. Pra ju do shkonin në zgjedhje. Keni biseduar brenda partisë të gjë? Nuk e kemi biseduar, se nuk është ta mori s'ka të folur gjë për këtë punë. Nuk ka asnjë debat tjetër sot në Partinë Demokratike përveç denoncimit të procesit sot. Përveç denoncimit nuk ka filluar asgjë tjetër.
Asnjë Unë nuk kam asnjë frikë që debat dhe këto tjetër. zgjedhje ju do t'ju gjeni të papërgatitur fare, do të futeni në ditët e fundit. Se s'do ketë kohë. Unë dëgjova sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste që tha që zgjedhjet do bëhen në shtator. Tre bashkitë e kishte ai. Shtator. Bashkitë. Dhe shpallë president. Shtator jo. Në vjesht do bëhen. Vjesht për ata. Tetor, në thënë 45 ditë... 45 ditë po, s'ka nësje, zgjedhje zakonshme. Tani, Synimi ynë është që të paktën të marrim Tani Mil Berisha që nuk lëviz nga partia, dakord. Po këta poshtë Kemi tani, tjetër Ida, paralel, nuk mund të filloj një diskutim, se mirë më mirë, dakord, të gjitha problemet rama, po njerëzit poshtë që kanë ngrënë në goditje madhe, nuk kanë probleme që të filloj diskutimi që aty, se bazën e diskutojnë, socialistët po të aveshre, diskutojnë shumë bazën, për të dukur dhe demokratik. Për shembull, kjo ju keni një mundësi shumë të madhe për të dukur demokratik në qoftë se diskutoni poshtë. Paralel, vazhdoni të goditën zgjedhjet e të gjitha me perëndimin me Amerikën, me të gjitha, me Evropën, por ndërkohë mund filloni një analizë poshtë, se lart nuk ka njeri të prekshëm, se prek do të njeri ata që janë vendosur aty. Analiza, unë jam e sigurt që do bëhet pse. Tani, si situata në Partinë Demokratike me aq kontakte sa kam unë. E para ka një dëshpërim shumë të madh ylli tek demokratët. Ka një gjendje shumë të rënduar edhe psikologjike, ka një dëshpërim, një mërzi, një dorëzim deri diku dhe ata janë të parët njerëz që duan që gjërat të ndryshojnë. Dhe ti je i sigurt që e kanë kërkuar këtë gjë, i kanë nisur kontaktet me njerëz. Se unë gjithmonë e hap edhe me doktorin, po jam se i kanë hap dhe me doktorin. Të shkojnë edhe tek doktori, dhe tek figurat të tjera të Partisë Demokratike drejtuese, për ta kërkuar këtë gjë. Po me po. Por kjo nuk bëhet... Daj thashun fillon që të doktori e zuri viroza doktorin. Të kujtojë ty, e kapi viroza. U fu doktori brenda nga viroza. Partinë Demokratike s'vinte njeri. Njëra nga zonjat e Partisë Demokratike shkroi që nga Rash s'kishte makinë. Nuk vinte njeri. S'ka njeri tjetër, fare aty të nëjës. Gjendje rëndësh. Ndaj po themun, fillon përveç se analize, fillon dhe analiza poshtë. Dhe fillon më përpara. Të lloj analizën fakti po shkon në një përfundim tjetër, se po të mos jetë doktori ata të tjerë s'punojnë asnjëri, këtë po thua. Po. Tash ti, kjo nxjerr përfundim tjetër nga ai që doje të nxjerrje ti, që duhet ndruar doktori, se po ikun doktori. Jo e ka vënë në statut doktori, se unë doktori letërie, kark qofte dhe pase, letëri gjithmonë, po e ka vënë në statut doktori, o zonjë, dhe thot automatikisht, statuti thot automatikisht bie doktori dhe nuk zgjidhet më, nuk kandidon më. Është automatike. Është si punë e energjisme, automatikisht. Po thot, doktori thot, kur humbë zgjedhjet, dhe PD-ja nuk i konsideron zgjedhje këto, i konsideron votime. Do të them edhe një element tjetër. Shiko, do të them edhe një element tjetër, se unë personalisht nuk mendoj që kjo është koha më e mirë për ta nisur analizën. Sistemi që ne kaluam dhe lufta e brendshme që është krijuar brenda kandidatëve të Partisë Demokratike që kanë qenë në listën e hapur, ka krijuar shumë koka të nxehta. Edhe ka krijuar një emocion që është shumë më i madh se racionalja. Dhe unë mendoj që duhet pak kohë që njerëzit edhe të qetësohen dhe të shikojnë gjërat më me realizëm. Realizëm të, e? Po, unë jam për analizat duhet të mbizotroj racionalja, jo emocionalja. Dhe për momentin në Partinë Demokratike, edhe vetë brenda kandidatëve, ju e dëgjuat edhe zotin Dogjani, a i vazhdon flet me emocion qofte edhe për një vot, pra sot edhe kandidatët vetë, jo thjesht ata votusit dhe mbështetësit apo strukturat, të gjithi kanë emocionet shumë lartë. Unë uroj që gjatë sa kohë, ndërkohë njerëzit t'i ftohin emocionet, të bëhen racional, bëhet një analizë që të vlej për të sjellë ndryshime të rëndësishme dhe që t'i vlejnë PD-s, jo thjesht për të nxitur një debat mediatik se nga kjo nuk fiton askush. PD ka një kontrat lobimi me SBA-n. Ç'keni fituar për këtij lobimi dhe ç'prisni më tej? I goxhat shtrenjtë si kontrat lobimi. Partia Demokratike ka rivendos marrëdhëniet edhe me SBA-n dhe me BE-n. Çfarë kanë prodhuar deri tani? Që ka një hapje ndaj Partisë Demokratike, ka kontaktet janë më të shpejtështa, po ka dhe një ndryshim shumë të madh të qasjes. Për shembull,
përveç rezolutave që i kam përmendur deri në fundit, që kam qenë emisionin tonë, që ato rezoluta mbajnë edhe firmën e Partisë Republikane në Amerikë. Kështu që pjesën e lobimi që atje është i lishëm, edhe këtu njët nuk ka asgjë të jashtëligjshme aty, e kanë dhënë deri diku impaktin e vet, por ju shikoni edhe një ndryshim. Sa muaj kemi ylli pa parë një fotografi të ambasadës amerikane me qeverinë aktuale. U bën muaj, nuk flet njëri për këtë. Ska. Shkoi Edi Rama në Amerikë, as një takim, as me nivelin më të ulët të Departamentit Shtetit nuk pati më. Foli në dasmën e Sorosit, po, por në Departamentin e Shtetit ka 0 kontakte. Pra që ka një ndryshim të marrëdhënieve, qoftë me PD-n, qoftë me PS-n ka. Edi Rama nuk ka thonë ju dhe ky me pagimin, po unë kam frikë se Edi Rama mos kam shumë, se ka zgjedhur këtë... Edi Rama ka para. Ja një sekundë. Ka zgjedhur këtë mënyrën që ka presidenti që ka ardhur preç. Ka ardhur një president tjetër në Amerikë, i cili shikon punë shumë këto punë të paras. Për shembull, Dhëndri do vi këtu, po ka ardhur Dhëndri më përpara se të vi Trumpi, ti kuptoj që Edi Rama nuk është ai që është ai që sa që mendoni ju. Se La Civita... Si e mendojmë ne? Po, nuk është mirë, ju e mendoni që La Civita mund tjetë mirënësishëm se Dhëndri Trumpit. Nuk është e vërtet. Pra, forcën korruptuese të Edi Ramës e kemi jetuar. Nuk është se nuk e mendojmë edhe po fillojmë ta amencojmë. Ja, unë nuk kem i të korruptoj presidentin Shtetit Bashkuar. Forcën korruptuese e kemi parë dhe e kemi jetuar dhe kemi pesh mbi supe që të gjithë. Nuk është se... Se ja, për shembull, në qoftë se ju quani përfitime këto, për shembull, Agim Nesho kishte bërë një shkrim në Fox News. Tani, kur e quante Edi Ramën Ramaduro, pra si Maduro i Venezuelës, PD trajtoi si fitore të madhe duke nisur nga vetë Sali Berisha. Në qoftë se quani fitore të madhe këto, për shembull, pse? Në mendimin e ambasadorit ne e dim të gjithë pak a shumë. Ky është në këtë mënyrë flet. Ajo është një shkrim e dyja. Po ta lexojmë në Fox News ne se në Amerikë nuk bën përshtypje. Po ta lexojmë ne shqiptarët në Fox News na bën përshtypje më të madhe, ne e dim. Ambasadori ka këtë qendrim. Në qoftë se ju mendoni që këto para jepen që të botojnë këto në Fox News e kështu, a shkot pastaj ju mund të prap, ju mund dhe në Amerikë. Po nuk të boton njëria shukot tani, ti e di shumë mirë që edhe shkrimet kanë... Me shkrimet paguara, kot? Jo, po pëse s'ka fuqi Edi Rama që të bëj... Që s'ka bere? Për lavdrimin e Shqipërisë? Jo. Së është pagesa. Për lavdrimin e Shqipërisë a je ka bërë Edi Rama me pagesa sa të duesh? Kjo është prapa ajo përpjekja për të relativizuar gjërat. Nuk relativizohet, edhe ai shkrim nuk ka dalë kot në Fox News, dhe tjeshtë janë paguar para. Unë që kam jetuar... Po të mos këtë gjërat të brënda. Unë që kam jetuar 35 dhe bashkë autorja të shkrimi... Jam shumë i qartë në nuk edhe preqi, e di që nuk relativizojnë këto. Ne që kemi jetuar gjatë këtu, e dim që nuk relativizojnë dëtë. Ylli, në qofë se nuk bëndajmë, ata nuk të botojnë fare. Pra, në qofë se ti nuk ke një fakt dhe nuk përbën lajmë, ata nuk të botojnë fare se ti gazetarë e di shumë mirë se sa unë. Edhe ty mund të të vi kush doj. Shkimet me pagesë, zonja Zhulali janë gjithmonë, nuk kanë përgjithësi qëndrimi editorial. Edhe ne, për shembull, kemi shkrime promocional. Që na sjellin, të janë drejt pagesë. Tani, po çështjen me Gonigëll e blem neve që por i hapet në Amerikë, se ti relativizon gjërat në Amerikë ka ndryshuar, sepse ka ndryshuar... Nuk mund të bëhem tani, unë nuk mund të gënjej veten me karamele. Qeverisja në Shtëpinë e Bardhë, para, aty ka humbur ndikimi Soros e dyta, dhe e treta, Edi Rama në Amerikë është një njeri me një njohje të madhe me çështjen e Charles McGonigal, e cila por i hapet, dhe emri i tij është aty ende. E fundit për analistët. Zoti Tela, a bën mirë Partia Demokratike që e mbështet, që e pret shpëtimin nga SBA-ja? Partia Demokratike nuk në të njëjtën pozitë ndodhet si në raport me SBA-n, si raport me BE-n. Pra kërkon ndihmë nga jashtë për atë që i ka të pamundur të ndryshojë brenda. Sado interesant tjetë dhe të regjës tjetë shkrimi në Fox News, ai krijon shqetësime në Shqipëri. Krijon shqetësime ndoshta te Edi Rama, përderisa media pranë tij filluan të sqaronin sepse ky shkrimi nuk duhej lexuar ashtu siç ishte shkruar. Por në fund të ditës,
sa do që të përpiqemi me ndihmën e SBA-s, të Fox News-it, të BE-s, votimet bëhen në Shqipëri, zgjedhjet bëhen në Shqipëri. Dhe në gjithë këtë periudhë, mbështetja aq më tepër në momentin siç ndodhet bota, vëmendja në Shqipërisë është e fundit pas shumë kapitujve të tjerë më të rëndësishëm që ka bota. Kështu që përpjekjet e opozitës për te denoncimit fakteve dhe lobimeve duhet jenë këtu brenda, sepse ne këtë bisedë e bëjmë çdo vit para zgjedhjeve, gjithmonë është i njëjti leitmotiv që ushqen studiot. Tani mbrapa çdo bëhet. Pra nëse ne themi që PD-ja duhet zbatojë statutin dhe doktori duhet largohet nga drejtimi i PD-s, askush ka ne nuk e mendon se do ketë një grup brenda PD-s i cili do ngrihet dhe do i kërkoj doktorit të zbatojë statutin sepse do i thotë lexojë statutin siç shkruhet. Ne kemi parë çfarë ka ndodhur 3 vitet e fundit, 4 vitet e fundit në PD. Një pjesë atyre që pretendohet se mund ta bëjnë këtë kërkesë, ishin nga ana tjetër, e kishin shumë më të thjeshtë ta luftonin doktorin, nuk e mundën dot dhe shkonin u bashkuan. Kështu që pretendimet tona për të ndryshuar PD-ja brenda saj janë të tepërta dhe të vakta. Ambasadori më shkruan që shkrimi nuk është me pagesë, ai është një opinion. Unë nuk e thash me pagesë, thash përgjegjësi që ka ambasador shkrime me pagesë në gjithë median e botës. Për kundërshtonja zhurlarin duke i thënë që ndodh kjo, rëndom, me pagesë për zhvillimin e turizmit në Shqipëri, po themi apo tjera. Rasti juaj është një opinion dhe sigurisht nuk është me pagesë, është një shkrim. Bashkëautorësi. Po pra, po një gazetë... Por nuk se citohem, më kërkoj të citoj dhe unë po e citoj dhe realisht është kështu, nuk kemi... Shkrimi të thash, për realisht shkaktoj shqetësim këtu. Ati mund të... Shiko, mund edhe në nga ta Edi Ramos... Ne edhim opinionin ne këtu, edhim opinionin e ambasadorit. Ne edhim, nuk ka nevoj shumë për të ditur ne. Çështja është asgjon mendim atje dhe e kam fjalën në përgjithësi e efikasiteti opozitës për t'i kërkuar gjërat jashtë. Ne këtu e dim raportin e audit. Edhe raportin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, i dim ne këto. Po kur ata i përvetësojnë, ata ne themi që arritëm diçka, që ata sensibilizohen. Pra, në momentin që Fox News-i publikon atë, me një përgjegjësi media që publikon. Se s'është reklam dhe merr përlegjet, është marrje përgjegjësie. Në media duke marrë atë përgjegjësi, ndikon në opinionin publik të Shtetit të Bashkuar, se është media nga më të mëdha të Shtetit të Bashkuar. Opinionet janë dhe të kundërta. Okej, jemi okej. Publikimit se kemi dhe mika më së na bën që të mendojmë, more diçka ka ndryshuar, këta po sensibilizojnë opinionin atje, po na marrin për parasysh mendimin se çfarë mendojmë ne për këto gjëra në Shqipëri. Kështu që s'është pak ajo. Te pyetja e fundit. Se kjo lidhet me këtë SBA-n. Pra, e pret diskutimin nga SBA. Pastaj është problemi. A duhet që opozita ta mbështesë SBA-ja? Mendoj që opozita duhet përdorë çfarë të mundet për ta ndryshuar situatën në Shqipëri. Duhet përdorë edhe BE-n, edhe SBA-n nëse mundet, nëse ka mundësi, duhet përdorë dhe sigurisht marrëdhënien me publikun shqiptar dhe me votuesit shqiptar. Në qoftë se këto nuk funksionojnë të treja, shumë vështirë që Rama të rrezohet. A është Rama më i fuqishëm pastaj? Dhe po hyn në një terren ku Rama është më i fuqishëm, kjo është bisedë tjetër, varet se si i afrohesh, se si i shkon ç'bazë. Jo ke drejt. Qoftë se i shkon me idenë që ai se do Rama ka ditur ty shumë mirë. Lobim. Shumë. Ose të bini sidomos në Shtetet e Bashkuara. Korruptimit, nuk ka, kjo është e pamundur me Ramën. Por në qoftë se e bind duke sensibilizuar vlerat, në mënyrë vlerave që ndanë me Bashkimin Evropian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me siguri dikur do gjesh një mbështetje dhe ata do ta marrin vërtet seriozisht Shqipërinë dhe do kthejnë kokën pastaj. Sepse në vende të vogla si ne, me këtë fuqi që ka qeveria, me këtë kontroll që ka qeveria mbi qytetarët, është shumë e vështirë të bëhet vetëm në nëpërmjet votës shqiptare. Partia Demokratike... Ne kemi ndërtuar në tonë atë mënyrë që çfarë thonë të huajt, është gjëja më e rëndësishme në botë. Kjo ra pak si mit pas... Jo, nuk ka rënë shumë. Po nuk rënë se këta vrapojnë prapë tani. Them, bën shumë mirë që po përpiqet të rivendosë marrëdhëniet me partnerët e vetë evropianë dhe amerikanë. Është një parti që ka lindur si euroatlantike dhe ashtu duhet ngelet dhe kemi ngulmuar vazhdimisht te kjo. Tani për të ardhur tek marrëdhëniet konkrete. Partia Demokratike nuk ka pushuar asnjëherë si qenë antare e PPE-ve.
Edhe në momentet e krizës së saj, kushdo që e kishte që me logon, kanë shku, kanë marrë pjesë, marrëdhëniet, prania në mbledhje është një gjë, rutinë, për një parti që është antar aty. Nuk thot në gjë më të madhe se sa kaq. Nuk është një gjë re. Apo jo? Kishte këtë problemin të 2 vitet e fundit që njife Ungri... Jo, po shkonin dy palët, nuk ka pushu asnjëherë se qeni antare Partia Demokratike në PPE. Tu është problemi që nga PPE... Në 2024 më përzulluar. Në 2024 më rikëthyre, pasi u zgjidh konflikti i Vulës. Po jo mëse shkonin ata... Jo, u përzulluar. Kishte shkonin nga dy palët. Tani u përzulluar, pra, e dimë që dajmë, nuk është... Po ishte për do shkonte... Do shkonte kur të merte... Nuk është një... Nuk do shkonte kur të merte... Kush të merte atë logon. Në lidhje me Shtetet Bashkuara të Amerikës, është fakt që kishte shumë Amerikë në zgjedhje, si asnjë, nuk ka pas njëherë kaq shumë. Ky La Civita, me gjithë tjerët, kishte një Paul Manafort ishte këtu, kishte disa. Por asnjëri prej tyre nuk tha ndonjëherë se jemi në emër të kujt. Jemi vetëm si persona, pavarësisht se çfarë backgroundi kanë. Bile Civita u kujdes që të përgjinjështronte disa njoftime që ky vjen dhe flet këtu në emër të shtetit dhe Trumpi ku do të thonë. Përgjinjështoj, po ndërkohë preç një gjë të vërtetë të thjeshtë duhet ta themi që Berisha ishte në drejtën e vet që të kërkonte me ç'mendon ai që ish bërë nga lobimet e kundërshtarit politik këtu në Shtetet e Bashkuara është në të drejtën e Zotit që ta bënte. Kush po vend dyshim, por Partia Demokratike publikisht ka hedhur shumë para për këtë gjë. Do të thënë, ka një kontratë me $6 milion. E bëri publike për thënë që ja unë kam mitë gjithë dhe ka të drejtë. Sigurisht që heqja sikur se vënia non gradave me dollar dhe heqja me non gradave me dollar mu nuk më qëndron. Do më duke një gjë e turpshme për Amerikën. Dhe nuk më rezulton se as janë shpallur ndonjëherë me para dhe as do hiqen ndonjëherë me para. Te bindje kam. Lobbyinget janë lobbying, ata bëjnë punën e tyre. Ata lobbyinget nuk kanë arrit në një gjë deri tani. Përsa e përket qëllimit që ka... Ja kanë arritur. Qa kanë arritur? Në Shqipëri. Po them në Amerikë, akoma, po presim. Nuk kanë një lajmë për të Po them në Amerikën, po them në Shqipëri, lobbyjet kanë dikuar shumë. A kërkuan ata 2 herë, me 28 mars dhe me 5 maj, jo te opozita, që t'i jepet gjithë Sali Berishës. Lobbyinget nuk e arritën, nuk e arritën. Nuk e di që a kanë kërku tjetër. Ata sigurisht që synojnë... Në zgjedhjet e kaluara të vitit 2021 preç, ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës tu bëri deklaratë përpara se të mbaronin zgjedhjet. Kjo s'kishte lidhje, nuk ka lidhje me... Ambasadoria bërtiti Kjo ka lidhje me ndryshimin e një zgjedhjet ajo përpara të gjithë... Zotë Ylli, kjo që thuti ka lidhje me ndryshimin e pushtetit në SBA, Partia Republikane, qeveria Trump, me thënë sigurisht që s'do mbante të qëndrime që u mbajtën 2021. Por nuk ka lidhje me lobimin. Ajo ka marrë qëndrim për shumë vendet botës kështu. Kur vim të marrëdhëniet me SBA-n, deri tani ka një dëshirë të madhe të Partisë Demokratike, që unë e quaj pozitive, nuk kemi treja. Themi të vërtetën, nuk kemi akoma treja. Presim të ketë, ndoshta do ketë. Nuk ka treja. 2-3 demarshë që kanë bërë, për të prodhu treja, nuk kanë prodhu akoma. Qartë. Këto janë fakte. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për mbrëmjen e sotme, kur poqim në pjesën e parë të flasim për luftën tani është midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Deri para pak ditësh ishte një luftë mes Izraelit dhe Iranit, po ne e kuptonim. Gjithë bota e kuptonte që mbrapa ishin Shtetet Bashkuar të Amerikës. Sa e vërtetuan tani, hodhën bombat në 3 njësit ku mendoj që është duke pasuruar bomba bërthamore impiantet dhe Iranit. Asta Irani u përgjigj sot, u përgjigj në një mënyrë pak gjysmë qesharake, si të thuash, duke lajmëruar më përpara të gjithë që të merrte masat ndoshta dhe kundërshtari, a do të kemi më pas zhvillime të mëtejshme, lufte të tjera. Ne nuk e dim këtë gjë dhe do të presim në ditët në vijim, do të flasim. Pjesën e dytë ne ishim për një pjesë të rëndësishme të problematikave të opozitës. Folëm,
Hilda, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit të nderuar kolegë. Shihemi ditën e njëjtën. Natën e mirë.